shkollës më mike, dy emre I këndëm dikur, por ti nuk e di si më ike, dhe sëmrë si vure një gur. Në banga dhe shkollës më mike, dy emre I këndëm dikur, por ti nuk e di si më ike, dhe sëmrë si vure një gur. Në ndane e rësira, jeta ndarjeta, por se sëmra lanë të mirë, zëmrës nuk I ka. Në ndane e rësira, jeta ndarjeta, por se sëmra lanë të mirë, zëmrës nuk I ka. Ndam nga shkolla mbaj më, por ne nuk ndam më për jetë. Askush nuk e su vëndin të tillë dashuris mund të ketë. Ndam nga shkolla mbaj më, por ne Mirëmëngjesi. Ja, sa herë kam thënë që nuk I dua këto këngët melankolike, sa herë kam thënë që më bëjmë për të qarë, apo do të filloj unë tani me të madhe. Oj. Kam thënë pjatësira nga pasa duhet. Bukur, mirëmëngjes të gjithëve teleshikuesve të televizionit Ora News, por edhe të dëgjuesve të radios, të cilët ndoshta janë të shumtë në këto orë të para të mëngjesit, pasi kanë dëshirë që në udhëtimet e tyre të mëngjesit në përpunë, me makina të jenë të shoqëruar me zëra në emisionet të drejtë për drejta, dhe në fakt jemi live në Mëngjes Express, do të jemi deri rreth orës 9 pa 10 minuta për të qëndruar së bashku me temat që do të sillim në diskutim, me të ftuarit ta, me lidhje direkte, me vetë juve që do na thoni se mirëmëngjes. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit, edhe tema jonë për sot do të jetë sa social jemi ne si popull. Nëse dikur kemi qenë shumë social, dilnim të gjithë, ishim bashkë, bënim lloj-lloj aktivitetesh, sot sikur jemi ftohur pak me njëri tjetrin. Jo bëmë atë ditën ndërkombëtare që ishte ajo ta pastrojmë Shqipërinë në një ditë. Do të socializuam pak, kjo ka pas ditë vullnetarizmash. Po mirë, në përgjithësi vitet më parë, në vitet e diktaturës, edhe pse kishte të këqija, veta kishte edhe këto gjërat e mira. Për shembull jam me pallatin, ti në fakt janë shtëpi private. Po nëpër pallate sa socialin me njëri tjetrin, sa dalin, sa bëjnë atë pastrimin para pallatit, pastrimin vullnetar. Sa I paguajnë lekët e zonjës, jo të zonjës që paguan, që pastron shkallën, se tani del një pallatet e reja, nuk para I paguajnë. Pse pallatet e vjetra I pastrojnë vetë. 5 katë janë, kurse këto 9, 10 ose domethënë miq janë 10 katë, po dhe nga 3, 4, 5 hyrje, varet nga masiva pallatet gjithsesi. Mendoj se kemi filluar të bëjmë pak më shumë. Domethënë shikoj për shumë në ngjarje të tipit njerëz që kanë qenë smur, operacione që kanë pasur nevojë për ndihmë ekonomike. Po, patjetër. Alo, mirëmëngjes. 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 Qofshit të dy mirë dhe na kënaqet. Faleminderit shumë. Ti si je? Përpara jush të ju pa të dyve. Shumë mirë. Ke bërë kafe turke? O, kafe po pi. Kafe. Të bëft mirë. Kënga ishte shumë, ato këngët e para, të atyre viteve që ne kemi qenë të reja, se ti të ke qenë e fëmija investoj, po ato janë shumë të bukura. Çdo fjalë që e thonë, këngët janë me vend. Po, kanë tekstet, kanë kuptim, po edhe muzika është shumë e bukur. Edhe ne prandaj kemi vendosur që t'i rikthejmë. Kur ishe re? Ishte ajo fjala, si dhe ti, Shqipëria në 1 ditë, Shqipëria në 100 ditë, 1000 ditë nuk pastrohet. Jo, kam fjalën që disa aktivitete për të socializuar shoqërinë janë bërë, domethënë janë parë disa raste. Jo, unë jam për shembull ishte protesta, ishte I socializim. Themi çat duam, ishte protestë qytetarësh, pastrimi, po ashtu. Nuk e di, ka patur shumë situata të tjera që nuk po më kujtohen, por që gjithsesi mendoj se kanë treguar që jemi bërë pak më social si shoqëri. Jo. Pallatet ne jemi shtëpi të ulta përdhese, se ne na ngel fshes ndor të ditën, po pallatet faktikisht edhe nqeset gjë nga penxherat. Nuk kemi ne e qelbim vetë Shqipërinë. Shqipëria u qel vetë, ne e qelbim. Pi cigare, hidh paketën, ha, molton, hidhen tokë. Po ka pa kosh, futë ke kosh I vogël. Kështu që ne duhet bëjmë çik me kulturë vetë, që ta marrim vendin e pastër, si thotë. Po, kështu duhet. Edhe duhet jemi edhe sa më sociale, qoftë për bërë punë vullnetare, qoftë sa sociale duhet apo jo?
Urdo? Sot çfarë është sot? Sot është dita ndërkombëtare e socializimit, që do të thotë sa social jemi me njëri tjetrin, sa herë dalim në aktivitete vullnetare, sa organizohemi me gjithë pjesëtarët e pallatit ose të lagjes për të pastruar lagjen, për të pastruar pallatin, qoftë edhe për gjëra më të mëdha, sa herë shkojmë si grup që të dhurojmë gjak për të gjithë ata njerëz që kanë nevojë. Normale, është sevap i madh. Ju uroj me shpirt dhe Faleminderit. Shumë faleminderit, përshëndesim ditë mbar. Mirë, atëherë do të vazhdojmë të mirëpresim telefonata të tjera për shkëmbyer disa mirëmëngjes, për të gjithë ata të cilët ndoshta duan të japin një mendim që tani të ditës së socializimit, që ne do ta kemi edhe me Vox Pop më vonë, të shpresoj që ke dëshirë të shprehin diçka ose të sillni në kujtesë. Po kam përshtypjen se në vitet e kaluara, në para 90-s, kishte edhe një farë detyrimi, domethënë të dënonte shoqëria në rast se ti për shembull atë ditë shiheshe edhe ike diku tjetër, domethënë ndeshë, pastaj vazhdoni me këshilla, me komitete, me si e kanë, ke parasysh? Mbaj mend një herë kam qenë në klasë të dytë, më duket, ose të parë kam qenë, dhe na kanë nxjerrë të gjithë nxënësit e shkollave, lyenim pemët me gëlqere. Po, e mirëpresim. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një supersticioz i horoskopit për unë ndjek me skit madhe. Mos më thaj që je ai Demi, që të thash unë do ta qaj Demin edhe ta kam nxjerr. Si, ka mundësi. Ka mundësi. Ata dhe astrologja, horoskopin vjetor, kur, sa vite ku do ta keni ju? Nga fundi i vitit. Nga fundi i vitit. Do ta kemi dhe horoskopin vjetor. Si datë është përcaktuar? Pse pret diçka ti që e shef me shumë, e ke me shumë kështu shef horoskopin apo thjesht e ke shef? Jo, horoskopin vjetor, pra, kuptoj. Po pra po, domethënë ke pret diçka nga viti 2014? Pret që të hysh Shqipëria në BE. Jo, jo. Në vizë amerikane, se këto janë rëndësisht lartë, ose në shqitje toke. Majmë shpesa. Okej. Mirë, atëherë do ta kemi horoskopin pas pak, vetëm pas pak. Shumë faleminderit. Përshëndesim ditë mbar. Po thosha që po më kujtoi momenti që na nxirrnin si fëmijë dhe lyenim këto pemët me gëlqere. Mendo sa kohë kemi që nuk i lyejmë pemët me gëlqere. Do të ishte shumë bukur që të kishim një ditë, në ditën e pyllëzimit për shembull, të dilnim nëpër qytet dhe të lyenim trunjat e pemëve, që ti mbronim të paktën. Edhe këtë bëjnë në mënyrë vullnetare. Mirë, ishte Antela, po domethënë po ishin të gjithë njerëzit të barabartë, ishin gjithë njerëzit, domethënë nëse bie fjala të bëjë një lloj aksioni i caktuar, ishte një aksion i cili përfshinte edhe institucionet, domethënë është një mirëpres telefonat. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Nga telefononi? Nga Greqia. Nga Greqia. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, po vetëm do ulësh pak zërin e televizorit, sepse dëgjojmë zërin ton mbas. Përshëndes ju. Faleminderit. Të mirë, bukur. Përshëndes në shokët mi. Shumë faleminderit, të përshëndesim edhe ne. Na thuaj pak, një sekond, mos e largo telefonatën. Meqense jeton në Greqi, më thuaj pak sa social janë njerëzit aty në krahasim me ne në Shqipëri. Social janë mirë, po grek të në këshivo, më qavi po. Shqiptarët janë mirë, po grek të në këshivo? Sa social janë. Okej. Kam përshtypjen se çdo njeri për vendin e vet është pak xheloz kur i vjen dikush i huaj. Kjo ka ndodhur brenda Shqipërisë në qytete, në rajone më të vogla se sa thjesht të ndrosh një shtet, po e dëgjova, një shtet nga një shtet. Kështu që të thuash për grekët shumë nuk besoj. Ambientin e kanë të pastër, vendin e kanë të bukur, çfarë thua? Po, ka edhe zona në fakt, se në çdo vend edhe në Greqi ka zonat e veta ku janë personat që marrin lëndë narkotike, ku ka shumë mbeturi në rrugësh, po nuk janë edhe kaq social që dalin të bëjnë punë vullnetare. Janë edhe mes këto lloj zonash. Kemi një tjetër telefonat? Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Vesi. Faleminderit, mirë se erdhe. A mundet t'ju pyesim çfarë mendimi keni për sa i përket shoqërisë tonë? A është një shoqëri e cila bashkëpunon midis qytetarit me qytetarin? Para se të flas, do të bëj një pyetje. Patjetër. Kitën e keni gjë? Po, jo në transmetim, po. Ashtu. Unë ku i gjaj stat vogël. Okej? Po, nuk e di. Nuk e kuptova se çfarë. Se kuptova sot. Mirë atëre. Nuk e kuptova, por gjithsesi gjitha inatet personale merrni dhe i nxirrni këtu, i nxirrni gjithat palarat. Çfarë për palara këtu? Është se çfarë ke ti filan, ti ke tezë për fjalë. Po, unë e kam.
Që kishte këtu për të pas. Okej, mirë se bëjmë shaka. Dhe po thosha këtë që shumë social nuk është se janë në Greqi, janë në fakt kur flasin për protesta ose për interesa të gjithë popullit, po dalin ngrihen, nuk ka nevojë që të dalë dikush një parti ose një kryetari një partie që t'i udhëheq në për protesta, kanë sindikatat e tyre dhe janë goxha më të organizuar se sa ne. Por në fakt besoj se do të ishte më mirë që ne ta kishim këtë socializimin më tepër. Meqense edhe nga vitet e mëparshme kemi trashëguar, do të ishte shumë bukur. Për shembull, sa shpesh shikon ti një të ri që mund të ndihmojë një të moshuar që të kalojë rrugën nga njëri cep në cepin tjetër. E sheh, po rrallë, po e sheh. Shumë rrallë. Sa shikon për shembull që në autobus të ngrihet një i ri që të ulet një i moshuar. Çdo ditë ngrihen të moshuarit dhe ulen të ri. Fix. Po mirë, ka dalë ajo Barsaleta që çon s'ke në natule mund sa më dhëmbin këmbët, e shikon kështu me indiferentizëm, ai thua, po ti kur ke qenë i ri çosh, po ti ke qenë në natë çosh, ai gjithmonë, po prandaj të dhëmbin këmbët tani, unë s'kam ndërmend të më dhëmbin kur të plak. Nëse sot nuk domon të rinë shpikin çfarë do lloj soi gjërash për të nxjerr fajtor ndonjë arsye o koti etj. Gjithsesi kam përshtypjen se çështja e autobusave është një çështje më moderne, domethënë po të mendosh mund të kesh shumë të rinj të cilët vinë nga puna shumë lodhur. Që mund të kenë punuar me orë të tëra dhe tani ai shkreti 12 orë bie fjala në punë. Që në autobus po mirë, nëse dikur e shikoje Xhaxhivanin për shembull me qeskat me vezë dhe me patate e ndihmoje në rrugë, ose kur shikoje gjyshen që ngarkonte drut nga kati parë në katin e katërt, e ndihmoje si, ndërsa shoqëria të jep vlerësime me flet lavdërimi, me domethënë ke parasysh janë ca gjëra që sot ka marrë flet lavdërimi. Ja 30 sekonda do të zjas, çfarë bëre që të bukur të pa në njëri thotë ose gocë mirë, edhe mbrapa hajde me pafshi. Domethënë ka disa mënyra vlerësimi. Po, ndërsa sot ne kemi ngel vetëm tek një mënyrë vlerësimi, tek sa më paguan. Po. Po më pagove. Po normalisht në fundit çdo gjë sot është kthyer në para. Nuk e di si me kohën, ora është 6:14, kam përshtypjen se do shkojmë tek horoskopi në këto momente. Okay, presim telefonin. Mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje. Përshëndes vajzën time me gjithë vëndrin që kam në Angli. Të dëgjojnë ata ty, i ke njoftuar? Apo ja? Po. Okay, ne çojmë një përshëndetje atëre. Faleminderit, ju uroj një ditë mbar. Faleminderit, ditë mbar edhe për ju. Okej. Shkojmë tek horoskopi, të shikojmë edhe për zotrin që mezi e prisa horoskopin si puna ime, se dhe unë e shikoj sa fjetur jam sot. Nuk është se jam pa shef. Është ideja se nuk kam dëgjuar horoskopin. Po ja, jam pak. Pret në një lajm, a e ke shkruar mirë horoskopin ton paktën? Nuk e di. Se shpejt do të bëjmë fallxore, jo para shikos. Nga nesër mund t'ju lexoj filxhanin, t'ju hedh letër. Shkojmë tek horoskopi. Lato mirë smoter, dashurin e palion gjitha ti moj kuele. Ike shkove, lato mirë smoter, dashurin e palion gjitha ti moj kuele. Mora fikën të presmollën, Jorgjica, më shpëtoje prevadorën, Jorgjica. Që nga shumë unë kisha gjatë gjithë kohës që po të flisja, po të thosha që janë këto këngë depresive që më pikë të mëngjesit, ore po më bën të pres damarët tani. Jo, do pres të mollën Jorgjica. Po, edhe unë damarët. Dua këngë me ritëm, dua të zjohe. Okej, mirë. Lexoj një gazeta ti edhe pastaj. Do të lexojmë gazetat pas pak, sepse është momenti në fakt për cilësitë kryesor të gazetave në transmetimin tonë të drejt për drejt, për gjithë ata të cilët të duan që këtë mëngjes ta pasurojnë me patjetër shumë informacione, por që kjo çështje e gazetave është si çështje ku diun edhe vetë kur je në shtëpi do ti shikosh, ke qef ti shikosh, ti edhe një sy të pish qumësha, të pish kafe. Nëse mua nuk është më interesant nga shumë, se vetëm kronikë të zezë dhe politikë që ka. Jo, s'është gjithë kohës vetëm kronikë dhe politikë. Po, me gjej ndonjë kulturor ose ndonjë lajm ekonomik, vetëm nëse marrim një borxh që kemi, po, mi gjej edhe mbaj shëni. Okej, mirë, do të jemi vetëm pas siglës me gazeta dhe titujt e tyre në transmetimin tonë në Mëngjes Express.
Do të shkojmë në leximin e shtypit të ditës për këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres. Do të ndalemi në titullin kryesor të gazetës Shqip, e cila si krye artikull për sot, sjell BE diskuton frenimin e zgjerimit. Gjermania qartëson qëndrimin ndaj Shqipërisë, prova konkrete antikorrupsion e antikrim. Fyle i telefonon Ramës për mbështetje. Kryeministri britanik propozon masa për të ndalur të varfrit e lindjes. Kufi prej ajri nga Fatos Baxhaku në Brëndësi në faqen 8. Lajm në të mirën e shqiptarëve nga Besnik Gjongecaj në faqen 9. Ilir Meta, Berisha nga kërkimi i albanofobëve tek i eurofobëve në faqen 2. Një opinioni i Ilir Metës. Shqipëria muslimane dhe Evropa nga Zamira Çavo në faqen 9. Plani për shlyrjen e borxheve ndaj biznesit në faqen 4 për sa i përket financave. Shpëtim Gjika do të gjykohet në Tiranë. Gjykata e lartë vendos transferimin e çështjes për të shmangur ndikimin e zyrtarit te gjyqtarët e Vlorës. Shijak, policia me arrestimin parandaluam një vrasje Fatorinoja me pistolet në furgonin e nxënësve. Çmimi Dritorio Agolli merr pendën e artë për gazetarinë në faqen 21. Arsimi nisma nga Fieri për t'i afruar me shkollën, mësuesit, kartolina për të gjithë prindrit dhe nxënësit. Tiranë, një muze ndërkombëtar për Nën Terezën. FIFA, Shqipëria e mbyll vitin e 57 në botë. Të shikojmë disa tituj të tjerë: higjiena, dezinfektuesit që gjenden në çdo shtëpi. Në faqen 17, marrëdhëniet, gjërat e vogla që mund t'i shkatarrojmë. Dhe Napoli, vjedhja e madhe e librave. Kemi përfunduar leximin e gazetës Shqip, do të shkojmë te një tjetër e përditshme, është gazeta Tema, e cila si krye artikull për sot sjell skenari grek, FMN, zbuluam të dhëna të ndryshme pas shtatorit. Të njëjtën Sali Berisha i hakmerrej Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke deklaruar se Shqipëria kërcënohej nga një skenar grek. Sali Berisha tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shkruar një raport për Shqipërinë në shtator dhe duhet t'i përmbahet atij. Në Brëndësi është pikërisht ky artikull në faqen 3. Rama u shpjegon vetë qytetarëve taksën e biznesit të vogël në faqen 6. Cameron kufizoni lëvizjen e lirë për Shqipërinë në faqen 4. Dekorohet gardisti shmangu shpërthimin në makinë në faqen 7. Antena brenda familjes, Kunati e merr seriozisht çështjen e Ekremit. Nga Merobaza editorial, 3 betejat e Berishës me FMN. Opinion, pse humbi Isa, nga Baton Haxhiu në faqen 8 dhe në faqen 9. Opinion Evropa nuk është larg nga Magdalena Ramohito. Alpetrol jep 100 milion lek për spektaklin Gjeniu i vogël. Gjermania luftoni krimin e korrupsionit dhe donakeni në krah. Meta, Hollanda na kujton islamik prej Berishës. Zëvendësministri i tij deshpërzuri ambasadorin hollandez. Për më shumë është lajmi në faqen 5 të kësaj gazete. Do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, është pikërisht gazeta Dita, e cila si krye artikull të sotëm sjell arkitekti i skenarit grek në Shqipëri, intervistë me Robaze. Dëshmia e gazetarit çfarë ndodhi atij dhe kolegut Filip Çakulli kur tentuan të bisedonin me biznesmenët të cilëve u kishte borxhe Berisha. Pohimi i bazës, Basha, Bode e Ruli, vila nga 700.000 euro. Sigur të ishin ministra në Gjermani, do ishte Diego Gjermania. Çfarë tregon shpërthimi i djeshëm i ish kryeministrit Berisha ndaj FMN-s, pse u bën nervoz Berisha në takime me biznesmenët dhe çfarë fshihet pas replikave të ashpra për raportin e shtatorit, muaj kur u dorëzua qeveria nga Berisha te Rama. Një paragraf i kronikës së takimit në zërin e Amerikës dhe historia Berisha FMN prej vitit 1996. Detajet e intervista në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës Dita. Çfarë ndodhi? Ana banale e festivalit të TVSH-s si u tërhoq prezantuesja kosovare për një dhomë hoteli. Në faqen 24. Opinione in memoriam nga Fatos Sela, nga Pëllumb Kulla, replik me Mustafa Nanon nga Gani Elezi. Kryesia e LSI-s, teprimet e Dritorovit dhe batuta e Metës për Berishën, nga albanofobët te eurofobët, monitorime në faqen 3.
Intervistë, shtyria e statusit, mos të gëzohen cinikët, as të hidherohen naivët. Mojkom Zeqo, problemi i punësimit të militantëve të PS-s nuk zhduket vizualisht duke mbyllur syt. Do shkojmë tek të tjera të përditshme është gazeta Shekulli, e cila sjell si kryeartikull të saj ushtria shkarkohen 899 persona. Ministria e Mbrojtjes planifikon shkurtime sipas planit të miratuar në prill 2013 nga qeveria Berisha. Personeli i forcave të armatosura ulet nga 10.149 në vitin 2010 në 9.250 për vitin 2014. Buxheti i ri 380 milion lek për kompensimin e ushqimit, shpërblimet për misione dhe dieta. Nga Luis Tanushi në faqen 4 dhe në faqen 5. Një tjetër lajm i rëndësishëm, vendimi i gjykatës së lartë, dosja Gjika vjen në Tiranë, vëllai, plehra të prokurorisë. Hetimi i kryebashkiakut zhvendoset në gjykatën e Tiranës. Kastriot Gjika mbron vëllain dhe sulmon prokurorët se fyen Vlorën duke e shpallur gjendjen po ashtë të pasigurt sa në 1997 në faqen 14 dhe në faqen 15. Buxheti 2014, borxhet ndaj biznesit, si do të shlyhen detyrimet në faqen 6 dhe në faqen 7. Meta Berisha fliste për albanofob në Europë, sot për eurofob në Shqipëri në faqen 2. Opinion, gjilbertari me Spanjës dhe Britanisë nga Rafael Tormo Perez. Përfituesit projekt buxheti në 2014 për arsim dhe sportet, si do të ndahen fondet në faqen 16 dhe në faqen 17. Të tjerë artikull kryesor, akuza e Bushatit PD diplomat një mujor në Austri për shkollat e fëmijëve. Detyroa Gollit i jepet titulli mjeshtër i madh i gazetarisë. Shkrimtari vlerësohet si lëvrues i zhanreve të ndryshme në gazetarinë e shkruar dhe një ndër eseistët më të spikatur të shtypit shqiptar. Takimi Rama Meta për 7 mandate dhe 2 dekretet. Kryeministri shkon në zyrën e kryetarit në kuvend të bisedime për lënien e mandateve nga ministrat dhe dekretet e nishanit për gjyqtarët e gjykatës së lartë. Kapet azilanti fals hetime për Simon Mirakën, i shkreu institutit të përndjekurve flet për shekullin, mohon që të ketë lëshuar vërtetim për personin e ndaluar nga policia në Rinas. Shkrim tek gazeta shqiptarja.com, e cila si krye artikull sot sjell shtyrja e statusit, Ilir Meta faji Sali Berishës që na marrin për islamik. Ekrem Spahia kërkon shpalljen e ambasadorit holandez non grata Bushati, anullimi i interkoneksionit na prishi me gjermanët në faqen 2 dhe në faqen 4. Ish kryeministri PD turret kundër Fondit Monetar Ndërkombëtar. Mos u bëj dëshmitari rem, ndërprehu për herë të parë marrëveshjet 3 vjeçare të FMN-s me shtetin shqiptar, i rilidhi Rama në faqen 6. Analiza sa efektiv ka qenë politika e investimeve në rrugë, Sokol Kikino, duart e pastra në Lansi Mos Më Pis. Televizioni Frangajt Al Petroli $100.000 për gjeniun e vogël në faqen 7. Opinion, pse ja harrojnë pijet energjike? Nga Genc Kondi. Satirë politike, vitet e Berishës dhe muajt e Ramës. Vlerësimi, drejtoroa Golli, mjeshtër i madh i gazetarisë. Hetimet piketohet Lonjati që i vuri Tritol Besnik Dervishit. Rigjykimi i 97-s, dëshmitari Fran Marashi sishte në urën vajgurore. Blog për një 2014 plot me buzëqeshje. Kemi përfunduar me leximin e titujve të gazetës shqiptarja.com, do të shkojmë te gazeta shqiptare, e cila si krye artikull për sot sjell raporti Komisioni Evropian zbardhë financimin për shoqërinë civile. 13 milion eurot e Bashkimit Evropian. Emrat e OJF-ve që përfituan. Organizatat përfituan 113 projekte në periudhën 2007-2013. Në vjeku të u akorduan 1.5 milion euro financim. Ambasadori Sekuj do të vazhdojmë të mbështetin shoqërinë civile për që Shqipëria të ecë përpara drejt të BE-s. Intervista rrëfimi i gjatë i shkrimtarit pse hoqa dorë nga politika, 20 vjet përplasje, zgjodha letërsin. Besnik Mustafaj, miku im, preqi me bëri deputet pa djeni intime. Festivali në Radio Televizion Shqiptar, 3 prezentueset se kemi problem të zëvendësojmë Djeza Korgecin. Më në brendësi informacioni. Kajmaku sulmi i 3 ndaj meje, plagosja në prez, kreu i PS-s kam dyshimet e krye komunari.
Britanikët Cameron në Bruxelles frena emigracionit nga Shqipëria. Replikat statusi në BE, Meta Berisha gjen eurofob në Tiranë. Berisha greva dhe demonstrata kundër rënimit të ekonomisë. Akciza e re, shoqata e karburanteve, rritja e çmimit të konsumatorit. Porosia e Ramizit më 14 dhjetor 1990, sa më shumë sigurim sa në Partinë Demokratike. Nga Kiço Blushi, mos i bëj tjetrit ato që nuk do ta bëjnë ty. Nga Romeo Kodra, Teatri Kombëtar në Udh ose në Kryq. Shkruajmë tek një tjetër përditshme është gazeta Koha Jon, e cila sjell së krye artikull të saj Holanda zyrtare si dritat e kuqe të Amsterdamit. Shqipëria ishte më afër se kur për në BE, por vetoja holandeze bllokoi gjithçka në takimin e ministrave të jashtëm evropian, duke shtyr për vitin tjetër. Presidenca greke janar-qershor 2014 do të jetë problematike për statusin e vendit tonë. Deputetja më e re e Parlamentit Shqiptar, studentja 20 vjeçare, Kedi Mehmetaj, intervista e ditës në faqen 6. Arsim, nxënësit ngrinë së ftohti fondet për ngrohje nuk dihet ku përfundojmë në faqen 10. Ekonomi, Meta, buxheti jo më i miri që do donim, por më realisti në faqen 2. Shëndetësi, depresioni, si të eliminojmë shkaqet që shkaktojnë atë. Estetik, botoksi, gjithçka që nuk dini për trajtimin estetik të rrudhave në fytyrë. Opinion, a ka stres të pasur nga Edmond Arizaj në faqen 8. Karburantet 2014, benzina dhe nafta do të kapin çmime mbi 200 lekë për litër. Arsim, taksat e reja sa do të paguajnë mësuesit në vitin 2014. Analizë në faqen 4, primet e sigurimeve si në Afrikë, kërkesat për dëmet si në Evropë. Nga Hayreddin Gjomakaj. Aktiviteti kompania italiane Trimen për muzeun në Tereza, faqe 11. Kemi si titull kryesor të gazetës Koha Jon, do të shkojmë tek një tjetër e përditshme është gazeta Mapo, e cila si krye artikujt e saj për këtë mëngjes të sotëm, dy kushtet për kredin 300 milion euro, Berisha, FMN po gënjen për borxhin. Spekulimi në treg, nafta rritet me 5 lek pa hyrë në fuqi taksa e re. Efekti dyfish i rritjes së taksës së qarkullimit në kryeqytet, 1 litër naftë nga 182 lek u shit dje me 185 lek deri në 189 lek për litër. Grossistët nisur me importet masive të mallrave të aksizës për të patur rezerva para rritjes së taksave. Kryetari i shoqatës së hidrokarbureve lajmëron rritjen e çmimeve të naftës. Paketa fiskale, Basha mbledh fasonët, po kërcënohet mirëqenia. Në faqen 6. Cameron kërkes Bashkimit Evropian të kufizohet lëvizja e lirë për Shqipërinë dhe Serbinë. Kryeministri britanik pritet të hapë një tjetër debat në samitin e së premtes për vendet në proces integrimi. The Independent, masa për kufizimin e lëvizjes së lirë të vendeve që do të bashkohen në të ardhmen Bashkimit Evropian. Statusi, Meta, parti në Holland na shohin si islamik. Firmëtar ishte Berisha në faqen 7. Shkëmbim zjarri me policin pra nga grupit prej 10 trafikantësh. Policia është pritur me breshëri plumbash në një fshat të Kavajës për brenda disa orësh. Janë arrestuar 10 persona të dyshuar për tregti droge dhe municionesh. Për më shumë në faqen 9 është informacioni. Koment nga Armand Shkullaku, integrimi në BE për kurfajin e kanë të tjerët. Ndahen çmimet, Atzef Plumin për 3 shkrimtar, një gazetar e një prift katolik. Pullum Kulla inventarizon politikën dhe publicistikën, promovimi në faqen 11. Afër dhe larg, Meta largohet nga mesi i art, kthehet si kundërshtar i Berishës nga Vladimir Karaj në faqen 2. Do të shkojmë tek një tjetër e përditshme është gazeta Standard, e cila sjell krye artikujt e saj të sotëm, kusht për statusin kryeministri britanik mos emigroni masivisht. Zbardhen qëndrimet, Greqia dhe Suedia ju mbështetëm në Bruksel, Venizelos në qershor merrni statusin. Presidenti i PS, Schulz, duhet përcaktuar një datë për të hapur negociatat me Shqipërinë për integrimin në faqen 5. Projekt buxheti 2014 si do të kryhen pagesat e borxhit të shtetit në faqen 10 dhe në faqen 11.
Paketa fiskale, dirama, biznesit të vogël, skema si ndryshon në taksimi, në zoni më shumë në faqen në 5. Sali Berisha të ndërohet ekipi I FMN-s janë njerëzit e Ramës në faqen në 3. Ndryshimet në ligj, sigurimet shëndetësore, se si do të llogaritën. Akcizat, të gjitha ndryshimet për një grup produktesh. Koment të nderimi I dijeve nga Brikena Bogdo. Homazh për Fatosin, aktorët kishte të drejtë pse nuk donte ceremoni në teatr. Bilet, çfarë po ndodh me statusin ndërkombëtar të shqiptarëve në faqen 19. Vendimi arratisja nga burgu I Drenovës, apeli lë në burg 4 gardian. Durrës kapet me pistolet në furgonin me 15 nxënës pranë nga Faturinos. Paketa fiskale, Basha, Rama po na çon drejt Greminës, nuk do ta lejojmë në faqen 3. Sokrates, doktori që mahniti futbollin në faqen 13 dhe në faqen 17. Kombëtarët që kanë bërë triplet trofesh. Do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf dhe kryeartikut e saj për këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres, kryebashkiakët e PS-s para drejtësisë, lufta kundër korrupsionit duket se po drejtohet vetëm ndaj përfaqësuesve të majt, ndërkohë që ministrat e Partisë Demokratike shëtisën të qetë. Pas shpëtim gjikës, sot kryetari I Bashkisë së Pogadecit, Artan Shkëmbi dhe 2 nënkryetarit e tij do të ulën në bankën e të akuzuarve. Kreu I LSI-s Ilir Meta, refuzimi I Hollandës për faj të Berishës, Shqipëria është në Evropë dhe do të jetë pjesë e saj. Kreshnik Çollaku në grupin që drejton PS-n ka individ me tendencë anti-evropiane, Shqipëria dhe modeli Ukrainas. Premtimet e rilindjes, sot qeveria do të festojë 100 ditët e para, ndërkohë që socialistët e thjeshtë janë rrugëve pa punë. Rëfeni ish partizani Aziz Ndreu në faqen 14 dhe 15 ju tregoi lavdin e brigadës së parë sulmuese, komandanti Mehmet Sheu dhe vlerat e kolonelëve Bebi Hoxhës, kënga për Ajredin Pashën dhe poezia për Mao Tse-dunin në Kin. Opinion, shqiptarët meritojnë antarësimin në BE nga Frank Shkreli, Papa Gjon Pali II, miku I shqiptarëve, nga Don Lush Gjergji, fatkesia jon, doganat, qes dhe ujësjellsi. Të tjera lajme, sqaron specialisti Fadil Kepi përfitimet e grave kur janë pa punë apo u ndodhin fatkesi në familje, leja e lindjes dhe shpërblimi për fëmijët, pensioni suplementar për komunarët. Telegrafi rretheve, Durrës Satorinoja I armatosur kërcënon nxënësit, Ilmi Qazimi, 100 vjetori I shkollës Çepanit në Skrapar. Flet trajneri Sadik Mema, pupi nesër notë shqiptar organizon kupën e perspektivës në pishinat e akademisë. Klima e re e krijuar nga federata dhe promovimi notarëve të 15 të klubeve. Ka qenë titull kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes të sotëm, do të shkojmë tek gazetat politike, pikërisht organi I Partisë Socialiste. Si krye artikull dhe fotolajmi I saj kryesor, takimi I Ramës me qytetarët në zonën e Don Boskos, kryeministri me biznesin e vogël, nga janari pa taksa, ulet tatim fitimi. Fyle KE mbështet Shqipërinë të angazhuar për rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Schulz, vendet antare të Bashkimit Evropian të përgjigjen kur bllokojnë vendimet e Unionit. Meta, Berisha përgjegjës për shtyrjen e vendimit për statusin. Gjermania pret nga qeveria shqiptare veprime konkrete kundër kriminalitetit të organizuar. Cani buxhetit 2014, rritja më e madhe e të ardhurave në historinë e financave. FMN, paketa e reformave të qeverisë, zgjidhje për ngërçin me borxhet ndaj biznesit. Kodhelja auditi për fondet e shpërdorura po vijon. Qeveria Berisha abuzime hapjen e 4 ambasadave. Nikola, do rikonstruktojmë 150 objekte shkollore. Velia, ndryshimi I skemës së pensioneve, diskutimet nisin nga marsi. Mbyllen guroret në Kruj, INUK dhe policia finalizon aksionin. Prefekti I Tiranës mbledh Komitetin Rajonal Antitrafik. Opinione, 1.65 miliard lek investime për vitin e ardhshëm në zhvillimin urban dhe turizëm. Kemi përfunduar me gazetën Zëri I Popullit, do të ndalemi tek rilindja demokratike, e cila
sjell si krye artikull të sotëm pasoja të paparashikueshme nga rritja e çmimit të naftës. Do t'i themi jo me të gjithë forcën tonë këtij akti të papërgjegjshëm. Biznesi fason paralajmëron do ikim në Kosovë në faqen 2. Shqiptar si kavje të taksave Rama reagon Berisha, fondi të sjell mision të ri. Taksa e pasurisë vrastare nga Lulzhim Basha. Edhe një herë në provë nga Bujar Nishani në faqen e 16. FMN, eksperimentim, nëse rritja e taksave që po ndërmerr qeveria në paketën fiskale nuk do t'jap efektet e pritura në ekonomi, shefi i Fondit Monetar thotë se mund të bëhen hapa prapa tek sistemi i taksave të ulta që aplikohej më parë. Detoresha e Ramës, abuzim me kasat fiskale, 50.000 lekë më shumë në faqen 2. Gjermania, shuplak Ramës, ka status nëse shkel ligjet. 50% më shumë taksa për agrobiznesin në faqen 2 dhe nga shtatori çdo ditë mbyllen 60 biznese të vogla. Do të shkojmë tek gazeta Integrimi, organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mblidhet kryesia e LSI-s, Ilir Meta për statusin jemi pjesë e Evropës, nuk ndalemi me reformat. LSI në rol të rëndësishëm, qeveria e re ka bërë zhvillime domethënëse. Inkoherenca dhe kërcënimet pindarike të Berishës në vite për Evropën janë të rrezikshme. Projekt buxhetit e paketa fiskale, alternativa më realiste për situatën që ka gjetur qeveria. Dervisha i takimi, Ministria e Jashtme ngre grup pune për strategjinë e sigurinë kombëtare. Prefektura e Tiranës hartohet plani për forcimin e punës kundër trafikut të qenieve njerëzore. Komisioneri Evropian për zgjerimin i telefonon kryeministrit Rama, fylle keni mbështetjen e fortë të KS për integrim. Analiza kush e humbi Ukrainën, BE apo Rusia. Tregjet rurale në Korçë do rilindin nga Piro Kapurani. Do të shkojmë në gazetën e fundit për këtë mëngjes të sotëm, është gazeta Gol për të njohur me titull sportiv. Artikulli kryesor i saj, Didi du dhuna në stadiume nuk është vetëm çështje e policisë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Artan Didi, deklaron se dhuna në stadiume nuk është një fenomen që eliminohet vetëm nga policia, por duhet bashkëpunimi i të gjithë aktorëve. Siguria në stadiume nuk varet vetëm nga pjesëmarrja e forcave të policisë dhe nuk mendoj se dhuna në stadiume duhet zgjidhur vetëm përmes prezencës së tyre apo nëpërmjet masave represive policore. Pas eliminimit nga Kupa, Tirana e pa shpresë rëndohet më shumë psikologjikisht në faqen 2. Renditja FIFA Shqipëria e Debiasit mbyll vitin në vendin e 57. Mercato e Lazios, Tare shënjestron Amir Abrashin e shkëlqen Gashin për në janar. Tifozja e Kuksit futbolli jo bastioni meshkujve. Intervista Suzana Kurtallari rrëfen pasionin për ekipin e zemrës. Plas lufta, Fabregas akuzon Realin komploton kundër Mesit dhe Barcelonës. Kanë qenë titull kryesor të gazetës Gol, me të cilën ju kemi njohur edhe me titull sportiv për këtë mëngjes të sotëm. Do të takojmë sërish pas pak, në vazhdimsi në fakt do të ndiqni rubrikat të cilat kemi përgatitur për ju, për t'ju informuar mbi motin, kur skëmbimi, lajmet e një vit më parë, gjithçka do të ndiqni vetëm pas pak në transmetimin e Mëngjes Ekspres. Haxhi Zeka, lindi më 20 dhjetor 1832 në fshatin Shoshan të Malësisë së Gjakovës, prej nga u shprëngull me familjen në Pej, ishte një nga organizatorët e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe një nga luftëtarët më të vendosur për autonominë e Shqipërisë dhe mbrojtjen e tërësisë së saj territoriale. Në kuvendin e parë të lidhjes, më 10 qershor u zgjoll antar i Komitetit Qendror të saj, mori pjesë si komandant ushtarak në krye të forcave të lidhjes në aksionin e Gjakovës. Në shtator 1878 kundër Mehmet Ali Pashës, krahas udhëheqësit të tjerë politike ushtarak të lidhjes luftoi në fund të 1879-s dhe në fillim të 1880-s për mbrojtjen e Plavës dhe të Gucisë kundër forcave të Malit të Zi.
Më 20 dhjetor 2005, në Durrës krijohet Universiteti Aleksandër Mojsiu. Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës është krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave, numër 801, datë 20 dhjetor 2005, për hapjen e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Për herë të parë, Universiteti Aleksandër Mojsiu i hapi dyert në tetor të 2006-s dhe në bankat e tij ulën rreth 1000 student nga i gjithë vendi. Universiteti i Durrësit mban emrin e aktorit të famshëm shqiptar të skenës gjermanofolse Aleksandër Mojsiu. Me këtë vendim, qeveria shqiptare nuk ishte për qëllim hapjen e një institucioni të ri të arsimit të lartë në vendin tonë, por ndërtimin e një universiteti krejt ndryshe, ku do të implementoheshin metodat më të mira bashkëkohore. Kalendari historik. Më 20 dhjetor 1924, Adolf Hitler është liruar nga burgimi pas një viti. Hitleri do të mbetet i njohur edhe për jetën e tij jashtëzakonisht interesante. Është çuditshme se si një i huaj austriak, pa kulturë politike, pa mjete dhe lidhje, arriti në më pak se 14 vjet të ngjitet në krye të pushtetit të një fuqie të madhe botërore. Po të gjykojmë sipas aftësisë për të tërhequr nga vetja një masë të gjerë nevojash, mund të thuhet se Hitleri ka qenë oratori më i talentuar në të gjithë historinë njerëzore, por sigurisht metodat skëter për të mbrojtur pushtetin nuk harrohen lehtë. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ndodhim përsëri në ambientet e kuzhinës në fshatin Sos dhe jemi përsëri me shefe Beharen. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët përsëri. Mirë se të gjetëm. Çfarë do gatojmë sot për fëmijë? Sot në menu kam përgatit mish me patate. Edhe supë orientale ose supë maoriz, thjesht me kocka me bulion, lëng mishi. Tregojmë se si përgatiten patatet me mish? Patjetër se. Cilët përbërës janë, në fakt, them përbërës? Kemi qepën, përpara, karot, domate, mish. Mishin që e kemi vluar pak, por që në rastet e tjera ju e bëni të freskët. Jo, direkt, por se kanë 70 fëmijë dhe për efekt kohët, patjetër që kemi ashtu. Kemi dhe patate, krip, majdanos, edhe 2 thelbi hurdhra, se unë ja hedh gjithmonë tash dhe herë tjetër unë çdo gjë majdanos dhe hurdhë unë nuk ndaj. Po e hedh. E kam kështu nga nëna ime, plus edhe nga ato shefet e kuzhinës që janë shumë ashtu se unë. E përdorin shumë, edhe unë e kam dhe kështu. I jep në fakt edhe shije më të mirë. I jep dhe shije, po. Me këtë do fillojmë, këtë do grim të parë? Gjithmonë, masi pritet mishi dhe ashtu, fillo qepa. Qepa për parë. Ndërkohë, vazhdojmë tani merri me mishin. Bëj mishin bashkë me qepën. Hedhim dhe mishin.
Vazhdojmë tani me griljen e karrotës? Okej. Dhe çutru bullakat vogla, karrotën. Se patatja dhe karota shkojnë shumë. Megjithëse me karota futet gjithandej, karota futet në çdo lloj zarzavati. Karota. Është edhe ushqyeshëm? Po, shumë mirë, ka vitaminën A, por sidomos për fytë e vegjë që jemi ne këtu është e domosdoshme. Do ta shtojmë tek qepa dhe tek mishi? Po, të shtojmë tek qepa. Hedhim dhe domatën. Sa të kavardisët ja 2-3 herë, pastaj bëjmë patatën. Patatet gjithmonë i dhe në fund, se din që duan më pak. Duan më pak, po, patatet e. Si do t'i grim patatet? Si të duash i grim. Po këtu. Kur e kemi në fakt për gjell, pataten e grim kështu në 4 orë, dio. 4 orë, po për gjell, po nuk e bën kështu me ripa-ripa, por s'ka që bën ripa-ripa. Gjitha ato përbërësit vajen shumë të mirë dhe del gjella e mrekullueshme. Mishi është i freskët, viçi i njohur, viç mesatar, i marrim koshe. Do ta lëmë edhe patatën tani me vaj apo do shtojmë direkt ujin? Jo, 2 herë trottulluar 2 herë, sa për ashtu dhe nuk është e thënë ashtu. Tash do t'i hedh direkt ujin, do ta mbuloj. Edhe do ta disa të zit kur ti gjysë zier, ashtu do t'i hedh pak hudhër, edhe në fund fare edhe kripën. E hedh. Dhe kur ta heq në fund fare edhe pak majdanas. Po, e shtojmë ujin atë. Është e gatshme. Atë do ishte ujin. Kjo basi ishte se mishi ishte gjysë e zier, do u zi mishi, pastaj hodhëm patatën, mishi, karrota dhe qepa që janë më të forta përbërësit u zien, gjysë të zier, dhe tani do patatja do dhe ajo pak gjysore. Për gjysore kemi gati. Edhe do që të ziet. Ashtu të ujë. Ka që ishte patatja. Atëre? Ka kaluar minutazh. Po, kaloi orë gjys, tash i gjella është gati. A shohim? Tani thjesht marrim dhe ta servirojmë. Më pëlqejnë këto gjellët ku duken perimet kështu të freskëta. Po çdo gjë është e freskët. Majdanozi nuk zi se ik vlera, po dhe kemi vetëm për edhe dhe supën me bulionin e mishit dhe me këto, e qërojmë kockën, edhe mishrat ja hedhim supës. Sot ka dhe mandarina, edhe bukë. Kjo është dita e sotme që kam përgatit atëherë. Mish me patate me karota, supë me bulion me lëng mishi,
ashtu dhe bile ato qërojmë dhe kockat ashtu, ja hedhim fëmijëve pëntita, e bëjmë mish, ja hedhim mish tulin supës edhe mandarinë. Të lumshin duart edhe për sot. Edhe të gjithë teleshikuesit nëse kanë vendosur që të bëjnë këtë recetë që ne sapo servirëm, uroj që t'ju bëjë mirë. Faleminderit. Vrapon. Mirë, edhe ne jemi në vrapimin e mëngjesit në një mënyrë ekspres në Ora News, ndërkohë që... Si të mëngjesit, ti sapo hëngre drek? Po, një sekond tash. Endela drekën më ka bërë gati për sot. Çfarë më gatove? Çfarë do të ham sot? Mish me patate, supë me kocka, edhe bukë edhe mandarinë. Mish me patate në furrë? Jo, në tenxhere. Mish me patate në lëng. Me lëng sa mirë. Domethënë kam përshtypjen se në këtë kohë, sidomos dimrit, lëngjet janë shumë të rëndësishme, sidomos për gjithë ata që duan të ruajnë veten, të kenë shëndet të plotë, etj, sepse janë në mungesë. Të anvisat ose gratë sot, për shkak të shpejtësisë i bëjnë më shumë gjërat në furrë. I shëron patatet, vendos sopa pa perzat, 1 letër alumini sipër, i bën disa vrima lart edhe fut në furrë që të prishet në avulla. Por ajo gjella me mish si kanë qenë dikur janë çik fantastike. Ti që vërtet kishte marrë malli. Janë çik tradicionale këto. Ne jemi kthyer te ato gatimet tona tradicionale, se kur shohim herë havjar pikë mëngjesit themi jo. Jemi në paketën fiskale. Ç'të bëjmë që jam vajzë me klasë vetëm me havjarë merr. Së shpejti presim paketën fiskale, kështu që do kthehemi te gjëra tradicionale me pak kohë. Fasule me mish. Në fakt fasulet me mish s'kam kuptuar asnjëherë. Pse vende fasule dhe me mish? Fasule shqeto duhet të jenë, fasule me mish. Jo. Unë s'ja fare fasulet, në fakt po. Fasulet duhet të jenë fasule, jo fasule me mish. Po. Gjithsesi, kam përshtypjen që çështja kalorish ka qenë, çështje energjish. Të flasim edhe një herë për temën. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit, siç e tham edhe pak më parë. Presin telefonata nga të gjithë shqiptarët që janë brenda kufive të Shqipërisë, por edhe ata që janë jashtë, janë emigrantë, na tregojnë se sa social janë popujt në të cilët ata jetojnë ose janë integruar. Ndërkohë që në Shqipëri ne po thoshim edhe pak më parë, dikur vite më parë kemi qenë më shumë social se sa jemi sot, por sikur kemi filluar këto vitet e fundit që të kthehemi të bëhemi pak sa më tepër social. Jo shkojmë mbjellim ndonjë pemë, jo në fakt presim ndonjë pemë, po jo në fakt është ideja që mbjellim ndonjë pemë, pastrojmë. Përpara se të cilën direkten, ta rikujtojmë edhe një herë numrin e telefonit 04234 për të rikujtuar që në këtë pjesë do të vazhdojmë të diskutojmë për sa i përket socializimit shoqërisë tonë. Sa mendoni se njerëzit bëjnë për njerëzit me pak fjalë, sa mendoni se njerëzit grupohen për natyrën, për çështjet e tyre, çështje qytetare, të cilat neve në pak raste kemi parë në vendin tonë. Madje rasti më i fundit ka qenë protesta, asgjë më tepër, kam përshtypjen protesta për armat fizike. Fillimi i mbar. Kemi Gencin. Mirëmëngjes Genci. Mirëmëngjes studio, jemi në qendër të qytetit, shumë lëvizje, shumë njerëz, ashtu siç e thatë edhe ju pak më përpara, jemi në ditën ndërkombëtare të socializimit, do të shohim opinione të ndryshme nga kategori të ndryshme njerëzish, gjini të ndryshme, do të pyesim se sa social janë shqiptarët sot, duke marrë parasysh që shoqëria shqiptare po shkon drejt individualizmit, sigurisht drejt diçkaje që mendojnë vetëm për vete, por për më tepër do të pyesim opinionet e qytetarëve të kryeqytetit rreth shoqërisë shqiptare, se ku po shkon, a jemi ne një shoqëri shqiptare, duke marrë parasysh ato që thatë edhe ju pak më përpara, grupimin për kauza të ndryshme, ashtu siç ka qenë edhe kauza e fundit për sjelljen e mbetjeve kimike në Shqipëri, sigurisht edhe gjëra të tjera. Ke marrë pjesë në protestë, Genci? Patjetër që kam marrë pjesë në protestë. Ja, i bie që po edhe unë çdo ditë kam qenë. Ti s'ke marrë. Ti s'kam hasur ndonjëherë. Unë kam qenë kundër dhe kam qenë çdo ditë aty. Mirë, e rëndësishme është që të bashkëpunojmë dhe të kemi diçka të mirë për të ardhmen e fëmijëve, por për të ardhmen edhe të vendit. Do të shkruajmë opinione, do të mundohem që
të përzjedh, le themi, voxpopin e parë, jam këtu me 2 vajza, do të mundohem që t'i shkëpuz dhe t'i marrë një opinion 2 vajzave të vogla, mu larguan. Normal. Ka shumë të vogla. Punë të mbarë. Punë të mbarë. Mirë. Një grup vajzash janë. Një grup. Wow, ke ka pas. Mirëmëngjes. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit. Si mendoni ju? Ku përshkon shoqëria shqiptare? A jemi ne social? A organizoheni ju, le të themi, me klasën, me shoqërinë për të bërë një kauzë? Po, organizohemi. Konkretisht çfarë? Bëm parti, ballo. Organizohemi tani. Po për, le të themi, mund të mblidheni për të mbjellë pemë diku. Jo, jemi mbledhur kështu për të shkuar te të moshuarit e jetimorët. Po, ja, kjo është diçka sociale që, faleminderit, diçka sociale që ky grup shumë e bukur kjo që kemi shkuar tek të moshuarit. Është shumë e rëndësishme. Sigurisht kontribuojnë tek të moshuarit, tek fëmijët jetim, por edhe gjithë ata që kanë nevojë, pasi socializimi ndërmjet 2 individëve, por 2 grupeve të ndryshme, është diçka pozitive për popullatën shqiptare. Mirë, do të mundohem të shkëpus një opinion tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit. Sa social jemi ne si popull? Punë të mbarë, zotë. Nuk jemi social fare, as nuk flasim. O Genci, ndoshta se ndonjëherë, ndoshta për qytetar mund të jetë pak vështirë për kuptuar edhe në tekstin e socializimit, mund të pyesim sa bëjmë neve për shoqërinë, sa bëjmë neve për ambientin, po jo neve individualisht, neve në grup me pak fjalë, se mbase kuptojnë dhe pak më lehtë. Ose le të themi të bëjmë pyetje në zhargonin e përditshëm për të kuptuar. Po, e vërtet, po. Ti Genci ke dalë ndonjëherë për të lyer pemët ose për të pastruar lagjen, pallatin? Për të pastruar po, por për të lyer pemët nuk kam dalë. Më kam marrë malli për këtë, mbaj mend që vetëm kur kam qenë në klasë të parë, jemi organizuar një herë që lyenin pemët me gëlqere. Klasë të parë? Po. Shumë larg. Besoj se edhe në 8 vjeçare më pas. Nuk mban. Ja, nuk vetëm këtë të klasës së parë, nuk e di, kam shkuar me shumë gëzim aty. Pak të më kujtohet që gjimnazën e vazhdonim akoma të lyenin klasat, edhe vazhdon akoma të lyen klasën nëpër gjimnazë. Kështu pastaj mbaj mend që jepnim lek për të bler perde. Kjo është tjetër. Kjo është pjesa më sociale e jona. Mirëmëngjes telefonata. Genci një moment. Mirëmëngjes. Ju uroj shëndet. Përshëndetje, faleminderit, mirë se erdha. Ju uroj dhe festën tuaj. Festën? Festën? Po, ditën e socializimit. Po. Shumë faleminderit. Sa social jemi në fakt në shqiptarët? Unë në fakt ju mora për të përshëndetur njërë presidentin e televizionit tuaj, për çmimin që mori. Shumë faleminderit. Përshëndese ju për emisionin. Shumë faleminderit. Edhe kolegan tuaj Shumë faleminderit, të përshëndesim edhe ne. Faleminderit edhe juve zotëri për telefonatën tuaj, edhe besoj se gjitha falenderimet janë dëgjuar. Ishte kënaqësi që të kishim këtë mëngjes të sotëm, ndërkohë që do të vazhdojmë me Gencin që kemi në terren. Genci. Po, telefonata shumë sociale, me urime. Po, në fakt edhe urimet janë një formë të qenit social. Në çdo gjë pozitive kam përshtypjen që lidhet me socializimin, në çfarëdo lloj këndvështrime, në çfarëdo lloj bashkëveprimi që mund të ndodhë ashtu siç e tham pak më përpara midis 2 individëve apo 2 grupeve të ndryshme. Mirë, shkëputim opinionet e tjera, do të mundohem të marrë një opinion nga zotëria. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit. Sa social jemi ne si popull? Kemi një telefonat Genci, ndërkohë që ndoshta pikas në një person. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonjë. Më pëlqen tema ashtu me bukur. Faleminderit. Nga telefononi juve? Urdhëro? Nga telefononi? Këtu nga Tirana. Nga Tirana, po zonjë. Edhe emisioni, edhe ju është të dy, jeni super. Faleminderit. Zonjë, të bëj një retrospektiv, ju kujtohet kur ishit e re? Urdhëro? Ju kujtohet kur ishit e re? Shumë. Shqipëria para viteve 90, në rinin e herët, Shqipëria para viteve 90 dhe socializimi i shoqërisë. Po t'ja foti shoqëri, ishte parti socialiste, sociale, socializim, ngelemi të njëjta, të njëjti thelb edhe në term. Dëgjoj, të lutem, më kujtua kjo gjë që thot djali interviston ata duke i thënë shoqëri socialist. I thash nipit, dëmet e kompjuterit, po e bëj batut shkurt. Dëmet e kompjuterit dëgjova, thash ke qenë gjyshja, mos rigjis një, sepse këta lloj fëmijë që rinë nuk socializohen. I thash motrë ndërkohë, edhe dëgjoj ai, sociale, po me socialistët jam unë.
Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Nuk e di, në lagjen tuaj në pallatin ose jeni në shtëpi private, dilni aty gratë e lagjes të bëni pastrimin e lagjes ose ku diun të mbillni lule? Pa dyshim që atëre kishim me detyrim si të thuash pjesë marrë. Por ishte edhe e nevojshme. Unë kam qenë dhe mësuese dhe më detyrohesh aty isha kudo në këto gjëra e para, ndërsa sot jam vërtet e para në pallat se nuk të del njeri sikur të rënë një letër, krej njerisht e pamundur. A shumë e vërtetë. Edhe kjo më ashtu, që kur erra në Tiranë kam ja 20 vjet, që kur erra më vënde për shtypje do më quajnë për të çmendur thoshë. Zoj, faleminderit. Besoj se me sa kuptuam. Edhe i mbledh vete gjëra, nuk kanë fare lidhje. Përshëndetemi me dashamirësi, po lidhje për pronën e përbashkët apo për të dalë aty asnjë se më. Apo lulet i mbrojmë aty u isim. Sim të disa raste dhe që janë vetë i duan temët që kemi afër dhe u isi, të tjerët indiferent. E kuptova, Zonjë. Faleminderit, është një shqetësim real, kam përshtypjen ky që ju sapo ngritët, dhe faktikisht se sa indiferente shoqëria, po kam përshtypjen se neve duhet të mirëkuptojmë edhe shoqërinë shqiptare në kohët e sotme. Pra, kam përshtypjen se është një faj i politikave në tërësi për një shoqëri e cila sot është bërë kaq shumë individualiste, duke parë që nga ndarja partijake e deri më në thelbet deri tek familjet. Nuk kaq thellë. Më intereson më shumë aty tek lagja, tek pallati. E pastron ata ambientin para pallatit. Komshiu mund të jenë zënë dhe mund të jenë ndarë dhe për çështje politike. Si mund të jenë ata social midis njëri tjetrit për të marrë. Kjo ka të bëjë pastaj me nivelin kulturor, se unë nuk zihem me komshin tim se unë kam bën dietë ndryshme. Gjithsesi Genci, se të lam në pritje. Ta lëm debatin në studio, sigurisht të mundohemi të shkëpusim opinione nga qytetarët. Po, patjetër do të bëjmë pyetje të ndryshme. Do të kisha dëshirë të shkëpusja një opinion nga ky zotëri për ta pyetur para viteve 90. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit. Duke bërë një rezume të viteve para viteve 90, si ka qenë organizimi, çfarë bënin atë kohë dhe çfarë mungon tani? Ndryshoi gjithçka. Si për shembull? Nga gjithë aspektet, ekonomike, sociale, shoqërore, familjare, gjithçka ka. Një organizim në përshtatje me kushtet. Ekonomia e tregut kërkon gjëra të tjera. Ku po shkon shoqëria shqiptare në këto momente, sipas opinionit tuaj? Jet akoma. Jemi në udhkryq. Ndoshta Genci ka drejt kur thotë ekonomia është problemi i madh. Po, vërtet edhe ekonomia ndikojnë çdo faktor, le të themi në atë që mund ta çojnë shoqërinë shqiptare drejt individualizmit, pra duke parë punën e vet, duke bërë gjithkohon punën e vet dhe nuk i ngjelet kohë le të themi për të patur të bashkëveprim social me grupe të tjera. Po edhe vite më parë, unë mbaj mend që kanë qenë ditët e diela dhe një diel ishte pushim, se disa vite më parë mësuam që kishim të shtunë të diel, po pastaj u bë edhe shtuna punë, siç është tashmë, dhe kemi të dielën pushim, edhe ideja është një të diel që kishin, një orë dilin aty para pallatit ose shkonin në aksione. A këto aksione, si provova një herë. Po jo, jemi shumë të vegjël në për aksione kam përshtypjen. Mirë, shkupojmë një opinion tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. E tremba, më fal. Sot është dita ndërkombëtare e socializimit. Sa social ne jemi ne si popull, duke bërë një krahasim me para vitet 90. Çfarë organizoni në atë kohë? E diela ka qenë një ditë që dilni të bënin pastrimin e ambienteve, të lagjes, të qytetit. Sot mungon kjo. Nuk s'mund të ndoz asgjë për këtë problem. Dilni të pastroni tek pallati juaj. Kishte emocione zotëria. Genci, për shembull, kam një pyetje. Pse duhet socializohemi ne për pastruar ambientet tona kur neve paguajmë një taks për pastrim? Okej, kjo është një pyetje që ngjall debat. Dhe është detyrimi i administratës. Varet nga këto ndryshme, por sigurisht që tregojmë atë qytetarinë, tregojmë socializimin. Këtu është le të themi thelbi dhe bërthama e asaj në çfarë po intervistojmë edhe sot. Okej, ne paguajmë taksa, por është një shembull i mirë që mund t'i japim fëmijëve apo mund t'i japim edhe le të themi Po besi hyn tek ato kategori që po se pagove, s'hap gojën, s'bën asnjë punë. Po merr vesh nga punë vullnetare. Jo, se kam fare të puna vullnetare, se kam bërë 1 milion e një punë, po punë shumë herë më të arsyeshme se sa të pastroj lagjen time për cilën paguaj taksa, kam bërë punë vullnetare të ndihmoj të fëmijët vegjël në edukim. Po ne morëm pastrimin, meqense është pastrimi ka qenë edhe në vitet më para, sepse më parë shumë pak merreshin me edukimin e fëmijëve ose duke shkuar në azile, atëherë s'kishim as azile se ta lije babin edhe mamin në azil ishte turp i madh, ndërsa
Tani lëmë dhe jemi detyruar që të shkojmë, të shkojmë të kujdesemi për ta, qoftë u lexojmë diçka fëmijëve që janë nevojë ose. Qëse po shatisëm rrugën. E kanë vështirë njerëzit po pan kamerë, zhduken. Nëse mundet operatori që kthehet në 180 gradë, sheshi është plot, por kam shtypjen që janë duke pritur të shkuar në shkollë, në punë ose ndoshta. E mirë, presim telefonatën Gënc edhe ndërkohë kemi edhe pamë. Dhe bashkarisht nëse ke dëshirë edhe mund të bësh një pyetje, jemi të hapur për të komunikuar. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët zonjë. Nga telefononi? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Përshëndetje Durrësi. Përshëndetje edhe juve. Është kënaqësi t'ju kemi këtu në emision sepse jemi shumë afër, shumë pak kilometra. Megjithëse. Po. Flisni për Tiranën. Jo, ne flasim në përgjithësi për popullin shqiptar. Aha, në rregull. Mendova se keni qendrën në Tiranë. Ora News, ku e ka te qendrën? Në Tiranë. Absolutisht. Po, televizioni ndodhet në Tiranë, po valët e tij janë kudo. Dhe gazetarët janë shpërndar gjithë Shqipërinë. Tash mos keni në një studio dhe në Durrës. Patjetër. Me gazetarin Lambi Kalço. Në gjithë Shqipërinë. Patjetër. Po zonjë. Dhe përshëndetje dhe urime për atë titullin honoris causa. Honoris causa. Ori pronari juaj. Shumë faleminderit zonjë. Edhe zonjë? Zonja ka televizorin ndezur edhe po na dëgjon edhe nga televizori. Mund të vazhdoj, ë? Po, patjetër, na dëgjon nga telefoni, lutem. Po. Lidhur me ditën e sotme. Po. Zonjë, të lutem fike televizorin se vonon pastaj që lidhur me ditën e sotme për një problem me të vërtet mjaft i rëndësishëm, unë do të veçoja diçka. Nuk jam dakord me e krahasu me para 90-s. Po. Sepse të mos t'i politizojmë gjërat, të flasim konkretisht. Çështja është ke ndërgjegja, ke edukata e secili qytetar. Sa do që neve të pagojmë taksa dhe të bëhet pastrimi në rregull, në qoftë se qytetarët ecin rrugës dhe hedhin mbeturina që kanë në dorë që hajnë diçka apo përdorin për çështje higjiene, nuk mund të mbahet pastërti. Nuk duhet ta bëjmë këtë pastrim të territorit pranë shtëpieve, pranë pallatit, në mënyrë individuale, por në mënyrë individuale neve duhet jemi të ndërgjegjshëm. Të mos i hedhim plerat nga gjerja, të mos i hedhim mbeturinat, hajnë fëmijët, dalin me prindët për dore, kalojnë në për rrugicat për para shtëpisë time plas dhe hedhin ato letrat e merendinës që han fëmia, po të çokoladës që han fëmia dhe prindit nuk i bën përshtypje. Plus kam një vërejtje për dyqanet tregtare, të paktën flasim në Durrës. Bëjnë sikur pastrojnë atë trotuarin përpara dhe mbeturinat i vëjnë në krye të domethënë larg pjesës së hyrjes së dyqanit të tyre. Po ku shkojnë këto plera? Nuk kanë një kaci ti mbledhin ti vënë në një qese dhe ti hedhin në vendin e duhur, kështu që mbyllen kanale. Pastaj thonë, shiko, u bllokuan rrugët, erdhi uji, shirat, u bllokuan, uji mbuloi Durrësin, po do ta mbuloj Durrësin shiu, sepse asnjëri se kryen punën si në shtëpinë e vet. Unë bëj një thirrje të gjithë qytetarëve, si që mbajnë pastër shtëpitë e tyre, të mbajnë pastër ambientin ku kalojnë, ku jetojnë, ku punojnë, të shkosh në për këto qendrat, qoftë dhe spitalore, paraqiten nëpërmjet televizioneve të ndryshme, më falni se u zgjata. Po, dëgjojmë shumë kujdes. Pista. Po të lutem, nuk ka mundësi ky mjek, kjo infermiere, me një kovë të vogël, me 10 lekë të vjetra, të blej një gëlqere dhe me një furqë, mos rri aty, mos të punojnë aty slik. E gjenë gjë. Zonjë, shumë faleminderit se në Shqipëri ka shumë probleme. Ne thojmë të ndihmojmë kështu shoqëria, rriten dhe fëmijët dhe brezat në pastërti dhe bëhen më social. Shumë faleminderit zonjë, të urojmë ditë të mbar. Unë besoj se neve gjithsesi, për mos ta bërë shumë tragjike, jemi në një situatë më të mirë
ekologjike. Çfarë është e vërteta për mendimin tim, sepse ne së pari kemi patur problemin që nga rrugët e pandërtuara, gropa, balta. Me shtruarjen e tyre kam përshtypjen se Tirana, nëse e marr si shembull, ka filluar të jetë edhe më e pastër. Besoj se Genci është në terren, dhe nuk po themi që ka zona ka dhe zona shumë të ndotura, por kjo është për çështën e ndërgjegjësimi qytetarë se sa edhe institucionesh. Po pesë është e vërtetë, duke marrë parasysh edhe vitet e fundit, sidomos brezi i ri është ndërgjegjësuar, shohim që nuk hidhen më mbeturina ashtu siç janë hedhur masivisht, domethënë duke konsumuar diçka rrugës të jetë, por presin e mbajnë dorë dhe presin ku është koshi më i afërt për ta hedhur mbeturinën aty ku duhet. Sigurisht kjo gjë është pozitive, por mbetet akoma shumë punë për të bërë. Shumë punë për të bërë, por gjithsesi e rëndësishme është që ne jemi në rrugën e mbarë dhe në rrugën e duhur. Gjithsesi, ne kam përshtypjen do të pyesim jo, faleminderit se jemi në fund, shumë faleminderit, urojmë ditë mbarë. Edhe unë gjithashtu, i takojmë nesër. Kalofsh mirë ditë mbarë në punë në vazhdimsi, ndërkohë që neve do të ndalemi tek hapësira publicitare e para orës 8, duke ju njoftuar se pas pak do të kemi një personazh shumë të njohur për brezat e ri, por edhe për brezat e ri. Dhe meqense jemi pranë fundjavës, futbolli zë një pjesë shumë të rëndësishme të shumë njerëzve, jo vetëm të meshkujve, por edhe të femrave. Sot në një ndër gazetat i dilte një vajzë tifoze e çmendur me Kuksin, kështu që edhe kur shpreh se tifozliku nuk është vetëm maskullor, është dhe femëror. Patjetër në gjithë botën e kemi parë që nuk ka dallim midis meshkujt dhe femra në një ndeshje futbolli. Po gjithsesi në vendin ton kanë qenë ato ndasit që kemi patur që sot po thyen si tabu. Pra pas pak do të flasim me zotin Ahmet Shari, do flasim për karrierën e tij, por do të flasim edhe për futbollin. Kështu të gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e emisionit ton, mund ta telefonojnë në numrin 234 7577. Shkojmë në hapësirën publicitare dhe rikthehemi pas pak. Qëllin ersojmë, si shkapa zezë fluturojmë. Padashje donte të na fuste në atmosferën e futbollit, tifozlikut që neve zakonisht bëjmë për kombëtar në gjithë kombë. Dashje padashje edhe ata që marrin apo s'marrin vesh mbi futbollin, komentojnë dhe bëhen ata të cilët bëhen ndonjëherë më agresivë. Gjithsesi morëm shkas këtë fundjavë të kemi një personazh shumë të dëgjuar nga zëri, por edhe nga figura. Po gjithsesi kushdo që edhe nëse do ta dëgjonte zëri nëpërmjet mikrofonit pa figurë, do të thoshte është filani. Se komentatorët sportivë në vendin tonë kanë qenë njerëz shumë të famshëm, njerëz shumë të respektuar dhe patjetër futbolli ka patur një vend shumë të rëndësishëm ashtu sikur edhe sot, por më shumë kam përshtypjen ai huaj dhe duket sikur ka një rikthim në atë shqiptar. Gjithsesi, përpara se të shkojmë në gjitha këto. Ndodhemi këtu me zotin Ahmet Shari, me një nga figurat më të dashura, me komentatorët më të dashur që ka qenë dikur, por që vazhdon të jetë edhe sot. Mirëmëngjes zoti Ahmet, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe prezantimi i djaloshit ka qenë interesant për mua. Ndoshta një sui generis i llojit veçantë, themun, sepse me pak fjalë më ka bërë komplimenta pa ma përmendur emrin, duke më paraqitur ashtu si çdo doja të dilja në përpara spektatorëve, përpara njerëzve që më kanë njohur dikur dhe vazhdojnë të më respektojnë. Në fakt zëri juaj është shumë i njohur për të gjithë dhe kuptohet që edhe zëri lidhet më njëherë me figurën e emrin. Faleminderit. Po shikonit, jo, para se të shkojmë, kur ishim transmetim, ne po dëgjonim muzikën, ndërsa zoti Ahmet po shikonte orën. Ka i shpejtu mërësita, do t'ikësh. Jo, thash, kur do të fillojnë. Qenki sigur po nisin me avion, na? Jemi fiks. Jemi në fakt në 5 minuta dhe 5 pyetjeve, nëse do t'jem 5 apo 3 nuk ka rëndësi. Do t'jem 5 minuta që neve do të prekim pak me zotin Ahmet, për të parë se si e ndërlidh jetën e tij futbollistike, jetën e tij të përditshme, edhe me aktualitetin, me lajmet, me ato çfarë kanë ndodhur një ditë përpara. Nuk e di sa interes keni s'pari që shikoni edicionin informative. Po, shikoj nga pasditë dhe në mbrëmje, po, paradite në shoh. Do të thotë. Tani do bëhem fans edhe juaj me që ishte ftuar këtu do ju shoh dhe Faleminderit. Në fakt para se të shkojmë tek lajmet e një dite më parë, meqense sot është dita ndërkombëtare e socializimit, po bënim disa vox popi, por edhe telefonata kishim dhe po diskutonim sa social janë shqiptarët tani. Meqense vite më parë kemi qenë akoma më shumë social, na ka mbetur ndonjë nga kjo ndjenja e socializimit apo jemi kthyer në individualist?
Disa më duket e bëjnë jo se duhet të jetë kjo ditë ose të shërbejnë kësaj dite, po për të dukur se din të imitojnë nga bota. Dikur, unë kam pasur fatin të keq apo të mirë, nuk e di, kur punoj në radio televizionin shqiptar prej 3-4 dekadash, kishte format të tilla të komunitetit, kur përfshishin gjithë, mbjellnin pemë, sot mbjell kryetari i bashkisë me ca të tjerë, me punonjësit e bashkisë, por jo se ishim ne bashk të një pune, apo të një lagje, apo të një bloku, apo të një pallati, që të shkonim të pastronim të shtunave. Ka qenë dikur të shtunat komuniste i bënte Lenini pas revolucionit tetorit, vite shumë të largta përpara. Pastaj kur i bënim kohën e diktaturës, thonin që imitojmë komunistët. E thonin në zë, sepse ishte për të mirën tonë, fakt. Pastronim shtëpiat rreth e qark, mbillnim pemë, ishte muj pyjeve, tash i bëhen ka emra tjerë. Para sa ditëve kemi pasur dita e pyjeve. Nëse ajo që bëhej përpara, edhe pse me detyrim, por jepte një efekt mirë. Kishte pastërti, kishte rregull. Kurse sot na mysin plerat në përgjithësi, rrugëve, plazheve, kudo. Edhe qëllon jo sot që qenë ka ditë atill, unë nuk e dija, po më duket çdo ditë ja gjen një emër sot edhe ka edhe për... Jo, dhjetori e mbyll, tani është edhe ndërrimi i viteve në 31, dhjetori kaq që kishte. Kishte ditën e pushimit, socializimin ka pasur. Do të thoja se të kesh ndjenjën e komunitetit, jesh i bashkuar me njerëzit, dhe jo të futesh në ashensor me njerëzit që banon një pallat të mos thuash as mirëmëngjes, as nuk flet, dhe kur shikon në ashensor lloj pisliqesh. Nuk po them për fara lule dielli, kungulli që janë të përditshme, por të vjen nga njëherë për shtirë të shikosh se çka në ashensor. Pale pastaj, që tek dera hidhen, kur plerat i ke aty mund t'i hedhësh, me një fjalë bëhet mirë, i bën bota, t'i bëjmë dhe ne, sepse ajo Amerika që duket vendi i të gjithë dhe ku shkojnë nga Porto Rico, Meksika, Shqipëria, tjerë, gjithë bota, por janë futur në një ligjshmëri, do të thoja, në zbatimin e detyrave, jo vetëm ligjore, por dhe shoqërore, në mënyrë të tillë sa që e ketë vështirë të hedhësh një bisigari, jo keni qenë vetë jashtë, keni jetuar. Po, patjetër. Sepse kemi punuar bashkë dikur dhe i ke le vendin e punës për një jetë më të mirë, por nuk e di u ktheve përsëri. S'ka si Shqipëria. Po, nuk ka. Buri rënd në vend vet. Po. Zoti Ahmet, të shkoj në një pyetje e cila në fakt sot në mëngjes edhe në përtitujt e gazetave të rëndon kur mendon se Anglia, Britania ka thënë jo për statusin e Shqipërisë për faktin e vetëm sepse ka frikë nga një emigracion masiv nga vendi jon. Madje thotë të merren masa ata ashtu para andalusin. Po nuk dhan argumenta të tilla sepse kanë frikë që nuk na pranuan. Është fjala e David Cameron ditën e djeshme, e cila ka thënë, e kam dhënë shpjegimin e tij në lidhje me votën kundër Britanisë së Madhe për dhënien e statusit për Shqipërinë sepse frika nga emigracioni nga Shqipëria, po jo vetëm për Shqipërinë, edhe nga Serbia, ka kërkuar masa të ashpër para andalusë këtij fenomeni. Po sa jemi ne 2-3 milion në Amerikë. Para se na përgjigjeni një sekondë se kemi një telefonat. Zoti Ahmet, kemi një telefonat dhe këto janë vlerësime për ju sepse ne tham pak më parë se kush ka të Jo, jam për ju. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Me kë flasim? Me Muhamet, ditën nga Roma. Muhamet, nuk ta dëgjova mbiemrin? Ishte nga Roma, zotria. Po, zotri? Zite. Dakor, me qenë se kemi një problem, nuk e dëgjojmë shumë qartë, do donim të shkonim në diskutim. Mirë se erdhët në studio. Nga Roma Korçës. Edhe një herë lutem? Zotri, kemi probleme linjën, ju falenderojmë shumë që telefonuat edhe ju përshëndesim. Në të lutem sqaroj pak zotrin se ka shumë probleme sinjal. Okej, vazhdojmë diskutimin jon. Pra, Anglia, Britania thot kanë frikë se emigracioni nga Shqipëria do ta dundji Anglinë, Britaninë. Kur përmendet Angli e këto emra, tha se po flitin për shortin e ndonjë kampionati që merr ka pjesë Anglia, thash por nga kënaqësia e profesionit tim më ka lutur në një moment delikat për gjithë shqiptarët, se po të jetë kështu me të vërtetë është lajm i keq. Më duket se ne gjatë kësaj kohe dham provën
disa zilan, disa spekulime për të bërë, si thuash, spekulime tamam, nuk janë të tilla sa për ta vënë vështirësi botën. Ishin thjesht raste sporadike. Nuk e di. Besoj se çdo gjë është nisur nga halli, kështu që në këtë moment ndoshta mund të quhet edhe pak racizëm nga ana Më vi ka keq shumë, nuk e di këtë argument, por mos u mërzit se nuk të shkoj do të mërzitur, do rikthehemi tek tema. Jo, më të mërzitur të rinja, por ne kemi parë shumë deri tash, s'kemi nevojë. Guri rënd vend vetëm, këtu do vim. Të rikthehemi tek tema për cilën ju kemi ftuar sot në studio. Ne duam të bëjmë një profilin tuaj dhe dua ta filloj me faktin, me fëmijërinë tuaj, si vendosët që të bëheshit komentatore dhe cilat ishin vështirësitë e para që keni hasur? Në fëmijërinë time as ekzistonte termi apo përcaktimi apo epiteti komentatore analist. Janë shpike të vona këto, nëse mund të shprehem kështu. Atëherë s'kishte as televizor. Jam shumë i lashtë për t'ju thënë se kam jetuar në kohën edhe kandilit, edhe sa romantik që keni qenë. Të fikeshin ora 12, kishte centrale për gjithë qytetet. Nuk ishte kjo, elektrifikimi erdhi vonë, ndel. Nuk të kanë treguar prindrit se si jemi zhvilluar me. Mi kanë treguar këtë. Edhe për topat me lecka. As më shkote mendja në femëri. Mund të thoja mësues, doktor, mjek, diçka e tillë, po jo komentator. Po pasionin me futbollin? Më vonë vitet e studentit, kur ishte i vetmi radio-televizion shqiptar, as më shkote menja se mund të hyna u dukte një godine pa prekshme dhe ishte si nëj gjaralla, kutia e fildishta, që a mund të hynë apo jo. Por, me qenë se në kohën, i kam thënë shpesh, por çdo tregim mund të ketë nuancat e veta, sepse edhe ju pyetjet po i bëni ndryshe. Në vitin e 3 të Fakultetit Gjule Tërsi, ku studioja, bashkë me shumë shok të mi të dikurshëm që u bën me të vërtet persona publik në të ardhmen, u hapër parë kursi i gazetarisë. Ishin fund vitet 60, dhe umblodhe nga gjithë fakultetet e universitetit, që nga Instituti Bujësor në Amik Dokle, që sot është një republik politikan, arriti deri kryetari i kuvendit, e tjerë, plus Arshin Xheza, që u bë kryeredaktor i Zërit Popullit në atë kohë, të bëshet vetmës gazetë, ishte edhe bashkimi, pa jo ishte gazeta më e madhe. Pra arritën që në këtë kurs ku umblodhëm gjithë, disa nga ekonomiku, disa nga gjithë fakultetet, ata që fitun konkursin edhe kishin një lloj, jo të ardhme, se sa një lloj, po të them talent apo prirje, nuk e di, por i arritëm, kështu që ishte koha kur sporti nuk mbuloj, s'kishte gazetar profesionist në radio televizion, pa ta fatin, edhe pse isha nga ky kurs, edhe pa ta shkruajtur të gazeta sporti shqiptar gjatë viteve studenteske, kështu që i arrita të futem në atë kull që dikur e quhet fildisht. Punova rreth 40 vjet dhe ja ku jam këtu me ju për të treguar se ç'kam bërë ose në çfarë moshë bëhet fjalë që ju keni filluar transmetimet? Sa mbarova universitetin, ishte viti 70 kur gëzova. S'kishim lindur akoma. Jam i lashtë. Ishim akoma koncepte. E bëra parapritë. Dhe në vitin 70 ishte një dritare në Radio Tirana, e vetmja, s'kishte, që jepte një herë në javë sport. Vetëm kaq. Dhe Ismet Bellova, mësuesi im i parë në çdo drejtim, jepte rezultatet një ditë ose 2 ditë më vonë mas ishin luajtur ndeshje, sepse s'kishte ku të merrte rezultatet. Ku ta gjenë Gjirokastër, punon të linja, s'punon të... Nuk di se sa interesant, duke bëj që t'jam interesant, po... Të duke i treguar këto, duke si një kohë, epok tjetër, jo kjo e sotmja, me teknologji, lidhësh me Italinë, me Amerikën, vendash, dalin lajmet, e tjerë. Pra, kështu ka nisur, edhe vazhdoj, bëra ca përpjekje që më dolën suksesshme, nga një ndeshje që transmetoj atëherë
u bën 2-3 derisa rrita në 83 nga njëra ndeshën tjetrën, tutto calcio minuta për minuta që bën Italia. E bën dhe ne. Ja rritëm, vazhdon dhe sot, është emisioni më i gjatë. Shumë kolegë tuaj që kanë pas mirësinë të shkruajnë për mua, kanë thënë që është emisioni më i gjatë, por kanë futur dhe shumë interesant, me më shumë popularitet. Kanë futur femrat. Femrat gazetare. Si që femrat e futbolistëve, duke se dhe femrat e televizioneve po bëjnë që tërheqin më shumë meshkujve. Kam përshtyme se showbizi i futbollit është shumë i zhvilluar. Pa e shofur në për këto shtypëros, mund ta quaj kështu, apo këto faqet Bluetooth, thashe theme, këto punës, për ju shkruajnë shumë. Megjithëse do doja të kishin shkruar më shumë për ty, ose nëse s'kan shkruar fare, kanë bërë gabim, të trembejnë për një herë. Por të shkojnë në dritën më të mirë dhe jo histori të tjera që më shumë kalohen kështu se sa të thellohesh, sepse me të vërtet pa dashur të jem uniform në gjithë mendimet e tjerëve, si në politikë, për shembull, që ketë sa më shumë femra deputete apo ministre, gazetarët kanë qarë shumë në gjithë televizionet, shef shumë vajza, janë për të përgëzuar. Me të vërtet është gjë e bukur, ne kishim shumë të rralla femrat në atë kohë, kishim, por ndoshta për çështje vetë kjo. Ishte për shkak të mentalitetit apo? Po ndoshta, më shumë kjo. Sidomos në televizion të filloje vetëm speakerit, po që të kishte gazetare, jo. Vështirë. Të bëj një pyetje, meqense ju e thatë vetë keni filluar shumë herët, 16 vjet më vonë se ju keni filluar punën, kam përshtypjen se mundi të kujtohet data 1 tetor 86. Si s'kujtohet, dashuria ime parë. Po mirë, sa mirë që e mbani mend ju. Sepse as fëmijët e mi nuk duan me ditë se kur kam qenë në Barcelonë, në Camp Nou, ditë e jashtëzakonshme. Asnjëherë s'kishte shkuar një gazetar që transmetonte jashtë shtetit me një klub sportiv. Në direkte? Direkt. Në çfarë mënyrë? Me telefon. Me telefona fikse? Jo, më vonë një mikrofon naturisht që e lidhën me linjën telefonike. I ra numrit që i dhashon, se nuk dije që do transmetohesh. Kishe shku si gazetar të bëjë një reportazh për Vlorën, hera parë që shkonde, luanim me Barcelonën. Jo, të me esitsonde, po të Geri Linekerit, që ishte golçenuesi më i mirë i botrorit me Anglin, në atë kohë. Terry Venables ishte trajner, u bë trajner i Anglisë mas 4 vjetësh. Zobizareta, portier, është sot drejtori teknik i Barçës. Domethënë emrat jashtëzakonshëm, edhe unë shkoja me Vasil Rusin, po që ishte yll, jo të vërtet dhe i sfidoj, dole në barazim 0-0, 1-1 në Vlorë dhe me gol në fushën kundërshtare u kualifiku kjo Barcelona jashtëtoksore. Gjoj një kujtim si e ke gjetur vete në një stadium, në një Shqipëri të mbyllur, në një stadium evropian. Këtë po thoja, po se fluturoj. Po fluturoj. Ishte pikrisht ajo kopra që nuk kishim dëgjuar të transmetohej një ndeshje, vetëm Tiranë transmetohej, edhe jo, në atë kohë kishte filluar nga njëra ndeshje tjetrën, por pra të transmetohej nga shteti për të parë ishte e çuditshme. Dhe kur më thonë në mëngjes të ditës që do të luajë ndeshja, se merr masa se do transmetosh, si të marr masën mes të Barcelonës, në Katalunja. Kështu që i them shoqëruesit tim, Carlo Abajo, emra kanë 4-5 emra ato si brazilanët, po këtë e mbaj mend se kam dhe foto me të në Camp Nou. Dhe i them kështu është historia, më kanë lemeruar, edhe lemerohesh nga lartë, vetra një salia. Ose transmeton, ose kaput. Atëherë lidhem një herë me radion, më thonë është, kishim pru një faks në recepcionin në hotelit. Merë masa, i them këti, sot do të kishim marë masa më përpara, po gjithsesi do sigurojmë linjën, ke kabina, më vonë një telefon, zdia gjë, nga ambasada janë Paris kishin arë 3 veta që të shifshin ndeshin, të vetë me tifos 3 veta shqiptarë, si ishte si sot që shqiptarë gjithë në Himalaja, në Tibet, mund t'jenë në Grëland, nuk e di, Zelandën e Re,
kudo. Po. Dhe erdhen këta tre, më ndihmuan se ishin të aklimatizuar, po e quaj, të ambientuar me botën e jashtme. Dhe në moment kufje tu, prit, kur të t'japin linjën. Pa bërë asnjë provë, kur dëgjoj një Nevzat Dibra ishte, e kam qujtur në librin tim, kujtimet një gazetari sportiv, speaker i lajmeve të vona, a ishte për në vonë, mbyllte në ora 12 dhe programin. Dhe tani, me atë zërin e tij, dhe tani po lidhemi me stadiumin e Barcelonës, nuk e tha kam lo, me Ames Qarrin për të transmetuar ndeshjen filan. Jo, s'kishte linja për ju, e thoja unë, ai kaq në atë klasicizmin e tij. Të doli zemra nga krarori, besoj. Aty sa ratifikat. Sepse ndjova zërin e tij, s'do hyja, të më thot njëri filloku. Po, e dëgjova. Kjo aty më duk dhe çuditësi më erdhi. Po zëri nga kaq larg. Po pra, si mund të bëjë lidhjen që ju kaq lirshëm edhe nuk e pranuat të gjorin nga Italia, sepse nuk vite mirë zëri, atëherë më erdhi shumë mirë. Dhe fillova, dihet ajo histori, disa më thënë që futi kot, disa bo, disa i shkëlqyshëm. Hera parë ishte edhe, si thuash, surprizë, por dhe objekt polemikash. Ka përshtypjen që është xhelozie, se t'japësh një ndeshje të tillë. Ishte edhe një transmetim krejt i veçantë, sepse nuk bëra atë që dëgjoja që bëhesh këtu, topin e ka kë, futa më shumë atmosferë, reportazhi, figuracionet, gjitha që më vinin natyrshëm, ishte një lloj çlirimi më vonë, pas ikën emocionet, megjithëse dua të them që emocionet i pata deri në fund. Veçanërisht kur shifja që nuk psonin gol 0-0 kanë përfunduar. 0-0 ishte hatashme. Ata vetëm e shkatruan portën tonë, por goli nuk u fut. Do të na bësh komentin e një ndeshje, një fragment të vogël. S'do të na i bësh. S'do ta bëj sepse unë duhet të kem lëndën e parë. Ti je lëndë shumë e mirë, por nuk më frymëzon. Do të ishte fush sportive, jam me gjithmonë. Ato janë improvizime që vjen. Këtë i bën aktori. Okej, në rregull. Do të jemi në një situatë reale. Nuk aktor. Po. Jo, kishim dëshirë thjesht të dëgjonim pak atë timbrin. Ja, zëri im ky është. Ky është, ky po, jo kur jep ato intonacionet e tjera. Dal në rrugë më thon, "Ora mos jam me Qarrit." Të njofta nga zëri. Është shumë mirë kur të njofin nga zëri në fakt. Të ndalemi pak tek po nga fytyra, po sidomos kur qëndron gjithnjë i ngamba kështu mirë bukur. Në fakt është më mirë nga zëri. Të ndalim pak tek futbolli shqiptar sepse jemi në minutat e fundit. Kemi patur futboll më të mirë vite më parë apo I kemi tani? Futbollin, si cilësi? Ju keni takuar të brezit tim edhe të tjerë, nuk jam unë I pari që zbulohem kështu, por nostalgjia tek mosha jon ka më shumë vend se sa tek ju. Ju shikoni Carpe Diem thon latinët, kapni momentin ju, kurse ne I kthehemi të kalorës. Kemi një telefonat që është me celular. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Kavaj, ju përshëndesim. Mirë se erdhe Kavaja, përshëndetje. Përshëndetje, komentojnë një Ahmet Qarrin. Ke përshëndetje nga zotria në telefon. Po. Faleminderit. Po, vetëm për një përshëndetje më orë zotri. Shoku Ahmet, të përshëndes nga zemra. Të përshëndes nga zemra. Kam përshtypjen se faleminderit zotri Kavaja ka tifoza shumë të çmendur për futboll. Shumë. Kam përshtypjen se shumë. Unë jam nga Peqini. Skuadra jonë Shkumbini luante në kategoritë inferiore atëherë, kurse këto 2 dekadët e fundit ka qenë elit. Ka mundur gjithë skuadrat më të forta të Shqipërisë. Dhe ne, edhe pse kishim një skuadrë duke se ajo skuadrë ishte fillimi dhe fundi botës, aty rrotullohej gjithçka, Kavajën e kishim pikë referimi. Jo pse e kishim afër, po emrat jashtëzakonshëm futbollistësh, Merhor të famshëm, Kariqt, nuk di ç'të them, që të mos harroj të tjerë, po mbahem këtu, lojtarë që kanë pas një emblem gjithë Shqipëria, Qamil Teliti, që kujtonim se thonin, kur gjuan ai, portierët largohen se të shpon barkun, aq e fort, sikur I kishte predha ai lojtet. Qamil Teliti ka luajtur në Ballkanjat, ku dolën dhe kampion Ballkanin 46-ën, ky ishte nga Kavaja. Po nuk është I vetmi, pra me këtë rast kujtuam Kavajën. Kësaj përshëndetje, Kavaja e kemi quajtur edhe në shkrime, jo vetëm unë, po të gjithë, djepi I futbollit bashkë me vllaznin,
me Shkodrën. Po thonim për futbollin. Ne jemi në fund, kemi vetëm 2 minuta. Po, futbolli i djeshëm apo sot? Nostalgjia, por dhe individualitetet, nëse sot themi Messi, Ronaldo, gjithë thoni Maradona, apo fenomeni Ronaldo i Brazilit, mora 4 për të mos thënë Zidane, Platini, Beckham e tjerë dhe është Beckenbauer që e kam taku personalisht e tjerë. Ka shumë, kështu, ne kishim, po filloj nga më i madhi, Loro Borici, që me rrezëllon pak se skapa, si thuash, mjeshtrinit i ishte fundi ti, pa në atë panë që jam rritur me lullëzimin e ti, i jashtëzakonshëm. Pastaj doli një brez i ri që nuk po largohem shumë, por një Agustin Kola, Ilir Përnaska, janë emra që edhe sot me emocionojnë shumë. Vasilaj Zëri për bukurin që jipni në fushën e lojës, çudirat që bënin për ne. Në atë kohë, po, ishim gazetarë, i kemi shoqëruar, me të vërtet nivelli lartë shumë. Kemi bërë të çudira, që themi që sot është më i mirë, sot është rritur nivelli. Ju shifni sekuencat të filmave apo të kampionateve të 50-s, futbolli sot është shumë ritmik, ka vlera, edhe më shumë se Ajaxi. Do të ndërpres përsëri se kemi dhe një telefonat nga Italia dhe sigur që është për jo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë flasim? Po kom televizion nga Italia. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Po jam Itali. Jam nga Kavaja, për shkak të Italia. Është nga Kavaja zotëria, por flet nga Italia. Po. Po, më të shkak pak. Shkurtimisht vetëm se kemi shkuar në kohën e publicitetit. Vetëm pak shkurt sepse. Po. Azet. Do të vet. Do që ti flasi. Po, merr kufitën se do të flasi. Po, të dëgjom. Urdhoj dashur. Azet. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Të kujtohet shumë mia i transmetimin në Spanjë, e unë jam quasi gati mosha jote. Po. Pak më i vogël. Edhe kjo gjithë kur ne ku pyeti për nesër, nuk kishte një nesër të tjetër, por shkollën e posa, i kujtohet që ta vënë gjë kastër. Patjetër. Shkollën e posa pyeti ka dalë nesër. Ashtu ka qenë. Unë ju se keni dëgjuar ndoshta, po në fillim kështu e nisa. Ka qenë shumë e vështirë. Ngjova. Teknologji tjetër sot, mrekullira sot. Po do pyeti Saka ta ka vajnë shkodër, saka ta ka vajnë gjërë kasë. Ashtu ka qenë, po. E vërtet, shkon të lajmi gojmë me pak fjallë. Ja kujtojmë njëri tjetrin, kohërat e atëhershme, por edhe pse të vështira kanë qenë të bukura sepse futbolli ishte më i ndershëm, apo jo? Po. Sot atë në Italinë tënde, në Sonjza, flitet shumë për trukime, megjithëse unë e pëlqej shumë futbollin italian, pëlqej Totin, Romën, Juventusin, kështu që të uroj gjithë mirë të dashur. Faleminderit zotëri, faleminderit zoti Ahmet, neve ndoshta do duhet na takohemi sërish, ke shumë për ta thënë. Sot ka rritje futbolli, por ato mjeshtrak, këta personalitet të futbollit që ju përmenda, unë nuk i shoh sot për fatin e keq timin ndoshta, por dhe tjerëve. Dikush mund të thotë që nuk është ky realiteti, jemi ne më mirë sot me këtë futboll. Jo. Shumë faleminderit zoti Ahmet, duhet në fakt një natë e tërë që të flasim me ju edhe për ju, por që, po, një natë edhe një ditë, por natën bëjnë më mirë mohabetet. Shumë faleminderit, shkojmë në hapësirën publicitare, rikthehemi pas pak. Me pak fjalë, duke sikur një prezantim përpara se të sjellësh një sallatë me fruta. Domethënë, bën di me sytë zi, buzë si që shi, ku diun ça. Ne kishim në fakt për me anjolën këngën, edhe pse po e këndoja unë jam brun. Manjola. Faleminderit shumë për përshëndetjen, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Emtela, ti je jon për kolegen. Po. Unë po këndoja për ty, pra, po thash. Manjola. Shijova shumë dedikimin. Si duket ky mëngjes sot në Tiranë? Ishte pak vërejtur kur erdha.
temperaturat janë të ulta, por jo për të thënë aftësare të tjerë, për të thënë shumë ftohtë. Por ne jemi komodë dhe falë bashkëpunimin që kemi gjetur në fakt për ta trajtuar këtë transmetim direkt të ftuarit, tematikat që ne sjellim për të trajtuar në një kafe që edhe shijojmë kafen por edhe flasim. Domethënë flasin që edhe dëgjuesit edhe shikuesit të kenë se çfarë të marrin nga kjo bisedë, ndoshta e gjej veten në problematikat e tyre. Po, Manjola, para se të shkosh tek i ftuari, lançojmë edhe një herë numrin e telefonit, është 2347577 për të gjithë ata që duan të bëjnë pjesë bashkëbisedimit që do të ketë Manjola. Po, Manjola. Dhe miqtë e mi, në fakt, shumë është diskutuar, megjithëse vetëm në nivel politik, pak është prekur në analizat ekonomike, shtyre e statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Ja dhënë komente të ndryshme përse vendet ishin kaq skeptike, por askush nuk u mor me realisht me ata shqiptarë që jetojnë në këto vende dhe pasojat që kanë vetë emigrantët. Më lejoni që këtë diskutim, por dhe të tjera për njohjen e pensioneve për atë kontributeve të emigrantëve shqiptarë në vendet ku punojnë dhe jetojnë, me zotin Aim Balluku nga Inas Albania. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Nisi me statusin me që është më aktual. Më aktual. Çfarë humbasin emigrantët? Mosmarrja e statusit në kohë është një lajm i keq edhe për emigrantët. Sepse të gjithë llogarisin, domethënë, ato humbje që kemi nga mos financimi në rast pranimit të statusit e tjerë, po nuk po llogarit asnjëri ato emigrantët. Është 1/3 e popullsisë është në emigracion. 500.000 janë në Itali, që kemi shifrat të sakta, por edhe 650.000 janë në Greqi, 30.000 janë në Gjermani dhe kështu me radhë. Domethënë, ne aktualisht nuk kemi një marrëveshje bilaterale me shtetet që jemi shumë të interesuar. Është gjë e mirë, domethënë, që u lidh një marrëveshje me Belgjikën, janë rreth 30.000 emigrant, është një lajm i mirë që të paktën u çaj një praktik, por ama edhe bonesa e statusit është një lajm i keq për emigrantët, sepse janë gjenerat ose një numër i madh emigrantësh që ngelen pa pensione. Pse ngelen pa pensione? Mungesa e një marrëveshje bilaterale ndërmjet dy shteteve, aktualisht që ne kemi interes të madh me Italinë dhe Greqinë, ku kemi numrin më të madh të emigrantëve, bën që të mos njihen ose të mos bashkohen periudhat kontributive në Shqipëri dhe në Itali ose në Shqipëri dhe në Greqi, ku secili shtet do të veprojë me ligjin e vet. Në Itali për të marrë një pension duhet të kesh më pak, sidomos për ato që janë regjistruar para vitit 96, duhet të kesh më pak se 20 vite. Dhe kush i dytë është mosha. Dhe në Greqi është 4500 encima ose ditë pune që qyna. Dhe kështu që nuk kemi bashkim këtyre periudhave. Ta marrim, domethënë, në mënyrë hipotetike një emigrant që ka një vjetësi pune në Shqipëri për 14 vitesh dhe në Itali ose në Greqi prej 19 vitesh, nuk përfiton pension as në Shqipëri dhe as në shtetin tjetër. Në rast se ne do ishim integruar në Bashkimin Evropian, atëherë do kishim bashkimin e këtyre dy periudhave, periudhën në Shqipëri dhe periudhën në vendin tjetër, dhe kështu që secili shtet do të jepte pjesën e tij. Në kushtet aktuale, kur mungesa e një marrëveshje bilaterale e mohon këtë gjë dhe secili shtet do veprojë sipas ligjit të tij. Pra, vonesa e statusit sjell dëm shumë të madh për emigrantët, sepse vonon këtë marrëveshje bilaterale që Bashkimi Evropian ja dikton të gjitha shteteve që të lidhin marrëveshje. Është domethënë është e diktuar që në kushtet e integrimit të Bashkimit Evropian të lidhen marrëveshje me gjithë shtetet që bëjnë pjesë. Dhe kështu do përfitojnë emigrantët. Në këto kushte emigrantët ngelen zbuluar. Cilat marrëveshje kemi pra? Çfarë marrëveshjesh kemi me këto shtete ku është përqendruar pjesa më e madhe e emigrantëve? Për shembull, zoti Veliaj tha disa ditë më përpara që është firmosur një marrëveshje me Brukselin. Ne dimë që ju keni qenë në tentativë, keni qenë në marrëveshje edhe më herët, por është zyrtarizuar kjo?
Kjo me sa kemi marrë vesh edhe nëpërmjet shtypit, kjo është zyrtarizuar, negociatat kanë filluar disa vite më përpara. Ky tash është një lajm shumë i mirë sepse një nga vendet e BE-s në fundit, pavarësisht që numri i emigrantëve është 30.000, po gjëja më e mirë është sepse u qa një praktik. Është vendi i parë i Bashkimit Evropian që lidh një marrëveshje me Shqipërinë. Ne kemi një marrëveshje me Turqinë, po janë në marrëveshje, domethënë kemi qenë në marrëveshje me këto shtetet e lindjes, por me shtetet e Bashkimit Evropian është rasti i parë që lidhet me Belgjikën. Çfarë ndodh me Italinë dhe Greqinë? Kemi pjesën më të madhe të emigrantëve shqiptar. Unë di që marrëveshje të tilla bilaterale, pra zyrtare mes dy vendeve, mes institucioneve homologe, sjell edhe kosto për shtetet dhe situata financiare nuk është se është aq e mirë. Disa shifra për Italinë, sepse kemi evidenca të sakta. Në një pari 2012, numri i emigrantëve shqiptar ishte 491.900 vetë. Domethënë se 14% të numrit përgjithshëm të emigrantëve, nga të cilat domethënë 260.700 janë të punësuar, nga të cilat 25.000 janë punëdhënës, shqiptarë që janë punëdhënës. Dhe pjesa më e madhe janë në veri, 53% janë për bashkim familjar dhe 43% janë për punë. Numri kryesisht shqiptarët në Itali punojnë në sektor të vështirë, në ndërtim dhe në industri, rreth 53% punojnë dhe janë të rrezikuar nga aksidentët në punë. Fakti që janë gjithsej 11.700 aksidente në punë nga shqiptarët, nga cilët 21 janë me vdekje, tregon domethënë për rrezikshmërinë që kanë punët ku punojnë shqiptarët. Duke punuar në punë të vështira, edhe niveli i pagës i shqiptarëve është më i lartë, rreth 50% e shqiptarëve marrin mbi 1.000 euro në muaj. Por problematikë është domethënë kriza ekonomike që është tash edhe në Itali dhe në Greqi. Kriza ekonomike unë e shikoj në aspektin shumë planës. Së pari, nga kriza ekonomike janë më të rrezikuar emigrantët. Pse janë të rrezikuar emigrantët? Sepse një punëdhënës italian kur shkurton vendet e punës është më i prirur të pushoj një emigrant se sa një italian. Dhe fakti tregon edhe nga statistikat, ndërsa papunësia në Itali në total është 12.8%, për emigrantët është 15.5%, ndërsa për gratë është 17.4%. Domethënë, për emigrantët është papunësia në nivel shumë të lartë. Kjo sjell së pari, domethënë, humbjen. Domethënë, këtë e shikojmë në aspektin e sotëm dhe të nesërmën. Në aspektin e sotëm e shikojmë sepse një pjesë e emigrantëve ngelen pamjet e jetese, po në aspektin e të ardhmes shikohet sepse duke mos qenë në punë nuk përmbush ato periudha kontributive për të trajtuar me pension kur të vi mosha. Kështu që kriza ekonomike ka sjellë vështirësi shumë të mëdha. Greqia ka një papunësi jashtëzakonisht të madhe, ka 27.2% dhe shqiptarët duhet në parantezë them se pavarësisht që papunësia është nivel 12.8% për të rritë shumë më e madhe. Edhe në Itali, për moshat e reja 16 deri 24 vjeç, papunësia është në një mas prej 37 deri në 40% për moshën 16 deri 24 vjeç. Por shqiptarët kanë një moshë relativisht të re, prej 30.5%, kështu që janë më të rrezikuar nga kjo krizë ekonomike që ngelen pa punë. Kështu që në kushtet e krizës ekonomike, Italia po rrit moshën e daljes në pension. Kjo ashtu quajtura reformë Monti ka filluar nga viti 2012, ku reforma antikrizë. Për të shpjeguar më qartë këtë, në të gjithë Evropën, edhe të ne, veprohet në sistemin PES Jugo, ose sistemin e marrëveshjes brezave, ku një brez që punon mban një brez tjetër që është në pension. Por
Kjo skem është shumë e hershme që kohën e Bismarckut dhe është një alternativë ndërmjet skemës Bismarck dhe anglosaksone, kur atëherë ekonomia është organizuar në uzina të mëdha, në fabrika të mëdha, numri punëtorëve ishte i madh, përfituesi ishin të vegjël, në këto kushte që sot kjo skem pak a shumë është në vështirësi. Është në vështirësi për Evropën, sepse është nataliteti është shumë i ulët. Ndërkohë është futur edhe teknika, teknologjia, nuk keni parë, domethënë me reparte të tërë me njerëz të punëtorë. Kemi një telefonat? Është një telefonat nga një emigrant. Po. Ta kaloj linjën tek. Po, mund të kalosh një kufi edhe tek zotëria? Mirëmëngjes telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ju dëgjoj me vëmendje dhe jam interesuar t'ju bëj një pyetje për emisionin tani. Patjetër, po dëgjon zotëria ekspertin. Po. Jam me letra nga Greqi që nga 98-a, me siguracione të rregullta. Po. Ku në Greqi? Në Greqi, po. Gjithsej kam 10 vite të siguruara. Sa? 10. 10 vite, sepse në fillim nuk na kanë pasiguruar, nga 2004 më ka kapur. Po? Dhe tani më ka thënë për atë mes, sepse kam herni diskale. Po? Dhe ndesha ti, nëse ka mundësi, a mund të përfitoj atje, sepse më ka thënë që të paguaj në private, nuk e di domethënë. Të paguash sigurimet e tjera për të marrë pensionin më vonë. Ku në Shqipëri apo në Greqi? Në Greqi, në qoftë se je i siguruar, në endin që je i siguruar, sepse edhe Greqia ka disa lloj sigurimesh. Ka sigurimet e nënpunësve, kanë sigurimet në sistemin bujqësor. Në bujqësi. Aty në qoftë se ju keni, domethënë 10 vite, atëherë me kohë të plota, atëherë ju duhet drejtoni në endin për katës për të marrë invaliditetin. Ama invaliditeti edhe në Greqi dhe në çdo shtet tjetër merret masi ekzaminoni, bëni ekzaminimet që a keni humbur të gjithë aftësinë apo pjesërisht aftësinë për punë. Masi të bëhet ekzaminimi, patjetër jeni në kushtet e sigurimit ose në kushtet e invaliditetit. Tani kam bërë atë që quhet ajo rezonancë magnetike dhe kam dalë me problem. Po pra, domethënë atëherë duhet të shkosh, shiko, më falni, sigurimet shoqërore kudo kanë komisionet mjekësore të tyre, të cilat ekzaminojnë gjendjen shëndetësore. Dhe sipas gjendjes shëndetësore, pastaj do të procedohet me dhënien ose jo invaliditetit, me invaliditet plot ose me invaliditet pjesëshëm. Zotin Aim, besoj se ju ishte shumë i qartë, nuk e di nëse qytetari nga Greqia na dëgjon akoma, pra me pak fjalë do të vlerësohet nga vetë autoriteti nëse juve keni invaliditet të plot apo ku është tek 6 mjek ndoshta, nuk e di se si është aktualisht. Faleminderit zotërisë nga Greqia, e përshëndesim, shpresojmë që të gjeni një zgjidhje sa më të shpejtë. Po, Manjola. Besi edhe një lutem? Po, jemi në minutat e fundit, po falenderoj zotërin nga Greqia që dërgoi pyetjet. Vetëm duke qenë se jemi në fund, do të kujtojmë edhe një herë asistencën në pak fjalë, asistencë që ju jepni për emigrantët edhe ku t'u gjejnë emigrantët. Ne japim asistencë për kryesisht për emigrantët në Itali, por duke pas lidhje dhe me sindikatët, ne edhe personat që na dërgojnë sindikata, qo për ligjin shqiptar, qo për ligjin italian, japim asistencë të plot dhe përgatisim komplet dosjet e pensionit. Falas, të gjitha shërbimet, prandaj Inasi është quajtur shtëpia e të varfërve, sepse ka specialistë edhe në Itali. Ne kemi lidhjet tona edhe në Itali dhe këtu, të gjitha, edhe për studentët. I bëjmë të gjitha procedurat e studentëve që studiojnë në Itali, i bëjmë të gjitha procedurat ne, pa pasur nevojë, shkurtojmë shpenzimet për avokat, shkurtojmë shpenzimet kohën për prindrit, për kështu domethënë, deri në akomodimin e plot në Itali, sepse kemi strukturat tona edhe në Itali, kështu që ndjes në një herë. Edhe një herë Manjola të ndërpresim se kemi një telefonat për zotrin. I zakonshëm domethënë. Po, i presim në tela. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zoj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Meqense jemi në fund, ju lutem pyetjen tuaj të drejt për drejt. Jam një gjyshe nga Peshini. Po. Dua të pyes për si të bëhet për nipërit e përmbesa tona që janë anë që nuk mund dot nga ajo që nuk i lejojnë për të kaluar pasaj për tik në Greqi.
Si do bëhet me dokumentat? Jo me dokumentat, me ponimet, se quhen ato. Me toponimet. Po besoj se është një çështje që Faleminderit zonjë, besoj se është një qëllim shumë i drejtë. I toponimeve, por që sigurisht nuk është në kompetencën tuaj. Kam përshtypjen se janë zotuar më herët që do të jepet problemet me studimet, problemet ndoshta një problem. Zoti Balluku, besoj se do kemi kohë të tjera për të trajtuar gjithësisht çështjet e pensioneve. Me anë televizionit tuaj ne jemi bërë shumë të atraktiv, domethënë për shumë emigrant dhe qytetarë shqiptar. Dhe të gjithë edhe para 2 ditësh më kanë marrë në telefon, ju kemi dëgjuar në televizion dhe kemi sqaruar qoftë në televizion, qoftë duke ardhur. Ne zyrat i kemi mbas shkollës 11 janari, sot e ditë Duram. Dhe në çdo kohë, edhe ditë të shtuna, ne dalim, pavarësisht se kemi ditë pune, por dalim, domethënë, dhe mund të sqarim çdo lloj njeriu, qoftë. Faleminderit. Faleminderit Manjola. Besi, një ditë sa më të bukur. Faleminderit, ditë të mbarë edhe për të. Ne jemi në fund. Ta mirëpresim telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes, mirë se erdhës. Po, shpejt pyetja sepse jemi në limitat e kohës. Shumë shkurt, jam të jashtë me vëmendje. Po. Në gjohet që flitet në lajme që do bëhet 400.000 lekë vitin që vjen të sigurimet vullnetare. Do të jetë e vërtet apo është çikti e gëzëruar? Kemi dëgjuar se do bëhet 400.000 lekë të vjetra sigurimet vullnetare. Keni informacion për këtë sipas? Sigurimet vullnetare aktualisht janë 4.110 lekë ose 4.110 lekë të reja në muaj. Në muaj aktualisht janë kaq. Pra 41.000 lekë të vjetra. Domethënë në muaj. Kështu shumë zoj për 12, sa i bie, kështu që tek 50.000 lekë të reja. Në çdo vit sa herë që ndryshojnë pensionet, sa herë që rritet pensioni, ndryshon edhe kjo shumë. Po janë edhe ato kushte tjera, pastaj nëse i paguan një vit bëhet një zbritje 6%, nëse paguan 6 muaj, domethënë 3%, nëse paguan 3 muaj 1.5% zbritje. Kështu që këto janë sa herë që rriten pensionet, ndryshon edhe kjo shumë. Manjola, të përshëndesim, faleminderit. Ne zotrinë e përshëndesim, besoj se është çështje shifre që mund të jetë për dëgjuar gabim, ndoshta edhe informuar keq nga media. Gjithsesi ne ju urojmë ditë të mbarë, zotin Naim, një përshëndetje nga ana jo. Përshëndetje gjithashtu. Është gjithmonë shumë serues për gjithë, sidomos për pjesën e emigrantëve. Neve jemi në fund të transmetimit tonë të drejt për drejt të Mëngjes Ekspres për këtë mëngjes të sotëm. Në fakt kemi qenë së bashku ty në orën 6 shumë herët, por besoj me shumë njerëz për shoqëruar kudo. Është misioni ynë në fakt që t'ju bëjmë të nisi një ditë me shumë informacion, por edhe në shoqërinë e Radio Televizionit Ora News kudo, si në radio, në televizion, në internet. Dhe jo vetëm me informacion, në fakt kemi dhënë edhe disa zgjidhje të pikpyetjeve që kam patur të gjithë zonëtrin, po pikpyetjeve që kam patur. Po mbetet në aspektin e informacionit. Gjithsesi ne ju lëm takim përsëri nesër në orën 6, përsëri me të njëjtin numër telefonit. Gjithë ata që kanë një problem ose kanë një shqetësim mund ta ndajnë me ne. Faleminderit, takohemi përsëri nesër. Nesër në orën 6, kalofshin ditë të mbar.